Imagjinoni që po qëndroni në buzë të një shkëmbinje, jo një shkëmb të zakonshëm, por kufrin absolut të realitetit. Një hap përpara dhe ju nuk do të vdisni. Ju do të bëheni të përjetshëm, por jo në mënyrën që imagjinoni. Ju do të ngrini në një gjendje ku koha vetë pushon se ekzistuari, ku çdo sekonde juaj zgjatet në pafundësi, ku universi plakët dhe vdes rreth jush, ndërsa ju mbeteni të ngrirë në momentin e fundit. Kjo nuk është fantazi shkencë. Kjo është fizika e vrimave të zeza, e provuar me ekuacionet më të sakta që njerëzimi ka krijuar ndonjëherë. Dhe ajo thot diçka të tmerrshme. Rënia në një vrim të zezë zgjat përgjithmonë. Në vitin 1965, fizikani britanik Roger Penrose publikoi një punim që ndryshoi përgjithmonë kuptimin ton për kohën. Ai provoi matematikisht se afër horizontit të ngjarjeve, kufirit nga i cili asgjë nuk mund të shpëtojë nga një vrim e zezë, koha nuk thjesht ngadalsohet. Ajo shtrembrohet aq shumë sa bëhet praktikisht e pafundme. Por këtu është pjesa që e bën këtë vërtet të çmendur. Kjo nuk është një iluzion. Kjo nuk është një efekt optik. Kjo është vetë realiteti që ndryshon natyrën e tij themelore. Mendoni për një moment se çfarë do të thotë kjo? Ju jeni mësuar të mendoni për kohën si diçka absolute. Një sekond këtu është një sekond atje. Një orë për ju është një orë për mua. Por afër një vrime të zezë, kjo intuita kolapson plotësisht. Një sekond për ju që po bini mund të jetë një shekull për dikë që ju vëzhgon nga larg. Një minutë juaj mund të jetë 1000 vjeçari tyre. Dhe kur arrini në horizont, diferenca bëhet e pafundme. Stephen Hawking e shpjegoi këtë në mënyrë të shkëlqyer në vitin 1974. Ai tha se për një vëzhgues të largët, një objekt që bie në një vrim të zezë nuk arrin kurrë në horizont. Kurrë, jo sepse ndalet, por sepse koha e tij ngadalësohet aq shumë sa momenti i fundit. Para horizontit zgjatet në pafundësi. Objekti bëhet gjithnjë më i kuq, gjithnjë më i errët, gjithnjë më i ngadalt, por kurrë nuk zhduket plotësisht. Ai ngrin në një gjendje të përjetshme të rënies, por këtu fillon paradoksi i vërtet. Sepse nga pikpamja e objektit që bie, gjërat janë krejtësisht të ndryshme. Për të, rënja ndodh në një kohë të fundme. Ai kalon horizontin, vazhdon të bjerë dhe përfundimisht arrin në singularitet, pikën ku të gjitha ligjet e fizikës kolapsojnë. Kjo ndodh shpejt. Për një vrim të zezë me masën e diellit, nga horizont deri në singularitet janë vetëm disa mikrosekonda. Por për botën jashtë, kjo rënje nuk ka ndodhur ende dhe nuk do të ndodhë kurrë. Kjo nuk është vetëm një kuriozitet teorik. Kjo është një shkelje fundamentale e asaj që ne mendojmë se është realiteti. Sepse nëse koha është relative në këtë mënyrë ekstreme, atëherë çfarë do të thotë të thuash se diçka ka ndodhur? Nëse për ju një ngjarje ka përfunduar, por për mua ajo nuk ka filluar ende, cila është e vërteta? Fizika moderne thotë, të dyja janë. Realiteti nuk është një sekuencë absolute ngjarjesh. Ai është një rrjet i perspektivave të ndryshme, secila po aq e vlefshme sa tjetra. Në vitin 1955, John Wheeler, një nga fizikanët më të mëdhenj të shekullit të 20, propozoi një eksperiment mendor që e bën këtë edhe më të çuditshme. Imagjinoni dy astronautë, Alici dhe Bobby. Alici vendos të bjerë në një vrim të zezë, ndërsa Bobby qëndron në një distancë të sigurt dhe vëzhgon. Nga pikpamja e Bobbit, Alici ngadalsohet, bëhet e kuqe nga zhvendosja e kuqe gravitacionale dhe përfundimisht ngrin në horizont. Ai e sheh atë atje përgjithmonë, të ngrirë në kohë. Por nga pikpamja e Alisës, ajo kalon horizontin pa asnjë problem. Ajo nuk ndjen asgjë të veçantë. Për ta, horizonti nuk është një barierë fizike. Është thjesht një vend në hapësirë. Por tani vjen pjesa që e bën këtë vërtet shqetësuese. Nëse Bobby pret mjaft gjatë, le të themi disa miliard vjet, dhe pastaj vendos të ndjek Alicin, ai do ta gjejë atë? Fizika thotë jo, sepse për Bobbyn, Alici nuk ka kalluar kurrë horizontin. Ajo është ende atje, e ngrirë në kohë. Por nëse Bobby kalon vetë horizontin, ai do të gjendë në një realitet ku Alici ka kalluar shumë kohë më parë. Dy realitetet të ndryshme, të dyja të sakta,
të dyja të papajtueshme. Kjo nuk është vetëm një paradoks filozofik, kjo ka pasoja të vërteta fizike. Në vitin 1978, William Unruh zbuloi se një vëzhgues që përshpejtohet afër një vrime të zezë do të shohë rrezatim termik, grimca të vërteta që lindin nga vakumi. Ky rrezatim, i njohur si rrezatimi i Unruhut, është një pasojë direkte e faktit se koha dhe hapësira janë të lidhura në mënyra që ne zakonisht nuk i perceptojmë. Dhe ai provon se ajo që ne e quajmë vakum, hapësira bosh, në të vërtet varet nga se si po lvizni dhe ku ndodheni në fushën gravitacionale. Mendoni për implikacionet e kësaj? Nëse vakumi varet nga lvizja juaj, atëherë vetë realiteti varet nga perspektiva juaj. Nuk ka një realitet objektiv, absolut, që ekziston pavarësisht nga vëzhguesi. Ka vetëm realitetet të ndryshme për vëzhgues të ndryshëm, të gjitha po aq të vlefshme. Kjo është zemra e relativitetit të përgjithshëm dhe është diçka që truri ynë, i evoluar për të kuptuar botën në shpejtësi të ulta dhe fusha të dobta gravitacionale, e gjen pothuajse të pamundur për ta kuptuar. Por le të shkojmë më thellë, sepse horizonti i ngjarjeve nuk është vetëm një vend ku koha ngadalsohet. Ai është një kufi absolut i informacionit. Çdo gjë që kalon horizontin është e humbur përgjithmonë nga universi i jashtëm. Jo vetëm fizikisht, por edhe në parim. Asnjë sinjal, asnjë mesazh, asnjë informacion nuk mund të shpëtojë. Kjo krijon një problem të thellë për fizikën moderne, sepse ligjet themelore të fizikës supozohet të ruajnë informacionin. Por nëse informacioni mund të zhduket në një vrim të zezë, atëherë këto ligje janë të shkelura. Hawkingu e kuptoi këtë në vitin 1974, kur zbuloi se vrimat e zeza në të vërtetë rrezatojnë energji. Ky rrezatim, i njohur si rrezatimi i Hawkingut, do të thotë se vrimat e zeza ngadalë avullojnë. Pas një kohë të gjatë, shumë më e gjatë se mosha aktuale e universit, një vrim e zezë do të zhduket plotësisht. Por kur ajo zhduket, çfarë ndodh me informacionin që ra në të? A zhduket ai përgjithmonë apo rruhet në ndonjë mënyrë? Kjo pyetje, e njohur si paradoksi i informacionit të vrimës së zezë, ka munduar fizikanët për më shumë se 40 vjet, dhe ajo na çon në një zbulim edhe më të çuditshëm, se horizonti i ngjarjeve mund të mos jetë ajo që duket. Në vitin 1993, Gerard Hooft dhe Leonard Susskind propozuan një ide të çmendur të quajtur parimi holografik. Sipas kësaj ideje, e gjithë informacioni që bie në një vrim të zezë nuk zhduket në të vërtetë. Ai kodifikohet në sipërfaqen e horizontit, si një hologram. Kjo do të thotë se 3 dimensionet e hapësirës që ne perceptojmë mund të jenë një iluzion. Realiteti i vërtet mund të jetë 2-dimensional, i shkruar në sipërfaqen e një horizonti të largët. Dhe gjithçka që ne përjetojmë, thellësia, vëllimi, vetë ekzistenca jonë 3-dimensionale, mund të jetë vetëm një projekcion i këtij informacioni 2-dimensional. Kjo nuk është metaforë. Kjo është një propozim i seriozëm shkencor, i mbështetur nga matematika e teorisë së vargut dhe mekanikës kuantike. Por le të kthehemi te koha, sepse ajo që vrimat e zeza na mësojnë për kohën është edhe më radikale se ajo që na mësojnë për hapësirën. Koha, sipas relativitetit të përgjithshëm, nuk është një dimension i veçantë. Ajo është thjesht një nga 4 dimensionet e hapkos, dhe ashtu si hapësira mund të përkulet dhe shtrembrohet nga graviteti, po ashtu mund edhe koha. Afër një vrime të zezë, kjo shtrembrim bëhet aq ekstreme sa koha dhe hapësira shkëmbejnë rolet. Jashtë horizontit, koha është ajo që ju lëviz përpara. Ju nuk mund të ndaloni lëvizjen tuaj përmes kohës, ashtu siç nuk mund të ndaloni frymëmarrjen. Por brenda horizontit, roli i kohës dhe hapësirës kthehet. Ajo që ishte koha bëhet hapësirë dhe ajo që ishte hapësirë bëhet kohë. Kjo do të thotë se brenda një vrime të zezë, të lëvizurit drejt singularitetit nuk është një zgjedhje. Është po aq e pashmangshme sa të lëvizurit drejt së ardhmes është jashtë. Ju nuk mund të shmangni singularitetin më shumë se sa mund të shmangni të nesërmen. Kjo, inversimi i kohës dhe hapësirës, është një nga pasojat më të çuditshme të relativitetit të përgjithshëm. Dhe ajo na tregon diçka të thellë, se koha nuk është ajo që ne mendojmë se është. Ajo nuk është një lumë që rrjedh në një drejtim. Ajo nuk është një dimension absolut që ekziston pavarësisht nga hapësira.
Ajo është një aspekt i gjeometrisë së hapkohës, dhe si çdo aspekt gjeometrik, ajo mund të ndryshojë, të përkulet dhe madje të zhduket plotësisht. Në vitin 2007, fizikani italian Carlo Rovelli propozoi një ide edhe më radikale, se koha mund të mos ekzistojë fare në nivelin më themelor të realitetit. Sipas teorisë së tij të gravitacionit kuantik lakore, universi në nivelin më themelor është një rrjet i ngjarjeve të lidhura shkaksisht, por pa asnjë dimension kohor absolut. Koha, sipas Rovellit, është një fenomen emergjent, diçka që shfaqet vetëm kur shikoni universin në një shkallë të madhe, ashtu si temperatura shfaqet nga lëvizja e molekulave individuale. Nëse Rovelli ka të drejtë, atëherë pyetja se sa zgjat rënia në një vrim të zezë mund të mos ketë kuptim, sepse në nivelin themelor nuk ka kohë që të matet. Ka vetëm një sekuencë ngjarjesh, secila e lidhur shkaksisht me tjetrën, dhe nga perspektiva e një vëzhguesi të jashtëm, kjo sekuencë nuk përfundon kurrë. Objekti që bie vazhdon të ekzistojë në një gjendje të përjetshme të rënies, jo sepse koha e tij ka ndaluar, por sepse sekuenca e ngjarjeve që përbëjnë rënien e tij nuk ka një fund nga perspektiva e jashtme. Kjo na çon te një nga pyetjet më të thella në fizik. Çfarë është koha në të vërtetë? A është ajo një dimension themelor i realitetit apo një iluzion i krijuar nga perceptimi ynë? A ekziston e ardhmja tashmë, duke pritur që ne ta arrijmë, apo krijohet ajo moment pas momenti? Dhe nëse koha është relative, nëse ajo rrjedh me shpejtësi të ndryshme për vëzhgues të ndryshëm, atëherë çfarë do të thotë të thuash se diçka ndodh tani? Këto pyetje nuk janë vetëm filozofike, ato janë në zemër të fizikës moderne, dhe vrimat e zeza janë laboratori natyror ku këto pyetje bëhen më akute. Sepse afër një vrime të zezë, koha nuk është vetëm relativ, ajo bëhet e pafundme. Dhe kjo pafundësi nuk është një abstraksion matematikor, ajo është një realitet fizik që mund të matet, të llogaritet dhe në parim të vëzhgohet. Në vitin 1956, fizikani amerikan John Wheeler dhe studenti i tij Kip Thorne llogaritën se çfarë do të shihte një vëzhgues që bie në një vrim të zezë. Ata zbuluan se ndërsa vëzhguesi afrohet horizontit, ai do të shihte universin e jashtëm të përshpejtojë. Yjet do të lëviznin më shpejt. Galaktikat do të rrotulloheshin në shpejtësi të çmendur, dhe nëse vëzhguesi mund të mbijetonte mjaft gjatë, gjë që në realitet nuk mund, ai do të shihte të gjithë të ardhmen e universit të zhvillohet para syve të tij në çaste. Kjo nuk është fantazi. Kjo është një pasojë direkte e dilatacionit të kohës gravitacionale. Ndërsa koha e vëzhguesit ngadalsohet, koha e universit të jashtëm përshpejton nga perspektiva e tij. Dhe në momentin kur ai arrin horizontin, diferenca bëhet e pafundme. Ai sheh të gjithë të ardhmen e pafundme të universit të kondensuar në një moment të vetëm. Dhe pastaj, kur kalon horizontin, kjo lidhje me universin e jashtëm pritet përgjithmonë. Por këtu është pjesa që e bën këtë vërtet të tmirshme. Nga perspektiva e universit të jashtëm, ky moment nuk vjen kurrë. Vëzhguesi ngrin në horizont, duke parë përgjithmonë të ardhmen e pafundme, por kur duke arritur atë. Ai ekziston në një gjendje të përjetshme të ndërmjetme, as brenda, as jashtë, as në të tashmen, as në të ardhmen. Një gjendje që sfidon çdo kategori që ne kemi për ekzistencën. Dhe kjo nuk është vetëm një eksperiment mendor. Ne e kemi vëzhguar këtë në realitet. Në vitin 2015, Observatori i valve gravitacionale me interferometer lazer, LIGO, detektoi valet gravitacionale nga bashkimi i dy vrimave të zeza. Këto valë ishin në rrudha në vetë hapkohën të krijuara nga lëvizja e masave të mëdha. Dhe ato na dhanë informacion të drejtë për drejtë për se si koha dhe hapësira sillen afër horizontit të ngjarjeve. Ajo që LIGO zbuloi konfirmoi parashikimet e relativitetit të përgjithshëm me saktësi të mahnitshme. Koha vërtet ngadalsohet afër vrimave të zeza. Hapësira vërtet përkulet dhe shtrembërohet. Dhe horizonti i ngjarjeve vërtet është një kufi absolut nga i cili asgjë nuk mund të shpëtojë. Por ajo që LIGO nuk mund të na tregojë është se çfarë ndodh në horizont vet, sepse nga perspektiva jon, asgjë nuk arrin kurrë atje. Kjo na lë me një paradoks të thellë. Ne dim se vrimat e zeza ekzistojnë,
Ne I kemi vëzguar ato. Ne kemi matur masat e tyre, rrotullimin e tyre dhe efektet e tyre në hapësirën përreth. Por ne nuk mund të vëzgojmë kur diçka që kalon horizontin. Nga perspektiva jon, horizonti është një sipërfaqe e përjetshme ku objektet ngrihen në kohë. Dhe kjo do të thotë se nga perspektiva jon, brendësia e një vrime të zezë nuk ekziston. Ajo është një rajon I hapkos që është përgjithmonë në të ardhmen, përgjithmonë jashtë arritjes sonë. Por nëse brendësia nuk ekziston nga perspektiva jon, atëherë çfarë do të thotë të thuar se ajo ekziston fare? Kjo pyetje na çon në zemër të një debati që ka zgjatur për dekada. A është realiteti absolut apo relativ? A ka një të vërtet objektive për atë që ekziston, apo ekzistenca varet nga perspektiva e vëzhguesit? Fizika moderne thotë se realiteti është relativ. Nuk ka një kornizë absolute referimi nga e cila të gjitha ngjarjet mund të gjykohen. Ka vetëm perspektiva të ndryshme, secila po aq e vlefshme sa tjetra. Dhe kjo do të thotë se pyetja se sa zjat rënia në një vrim të zezë nuk ka një përgjigje të vetme. Ajo varet nga se kush po pyet. Për një astronaut që bie, përgjigja është e qartë. Rënia zjat disa sekonda, ndoshta minuta, varësisht nga madhësia e vrimës së zezë. Por për një vëzhgues të largët, përgjigja është po aq e qartë dhe plotësisht e kundërt. Rënia nuk përfundon kurrë. Të dyja këto përgjigje janë të sakta. Të dyja janë të provuara nga matematika dhe të dyja nuk mund të jenë të vërteta në të njëjtën kohë, përveç nëse koha vetë nuk është ajo që ne mendojmë se është. Le të shkojmë më thellë në këtë paradoks. Imagjinoni se jeni ai astronaut. Ju keni vendosur të bëni udhëtimin e fundit, të hidheni në një vrim të zezë supermasive në qendër të galaktikës son, shigjetari A-IL. Kjo vrim e zezë ka një mas të barabartë me 4 milion diell. Horizonti I saj ngjarjeve është aq I madh sa e gjithë orbita e Merkurit do të përfshihej brenda tij. Dhe për shkak të kësaj madhësie, forcat e baticës, forcat që do t'ju shqienin në një vrim më të vogël, janë relativisht të dobëta. Ju mund të kaloni horizontin pa u coptuar. Ndërsa afroheni, ju shikoni prapa. Stacioni juaj hapësinor, ku kolegët tuaj po ju vëzhgojnë, fillon të duket I çuditshëm. Lëvizjet e tyre përshpejtojnë. Një valë dore që duhet të zgjas 1 sekond, ndodh në 1/10 e sekondës, pastaj në 1/100, pastaj në 1/1000. Ju shikoni orën tuaj. Ajo tregon se kanë kaluar vetëm 5 minuta që kur filluat rënien. Por në stacion, kolegët tuaj po shohin diçka krejtësisht të ndryshme. Për ta, kanë kaluar orë, pastaj ditë, pastaj javë. Kjo nuk është një efekt I shpejtësisë. Ju nuk po lëvizni afër shpejtësisë së dritës. Kjo është dilatacioni gravitacional I kohës, një pasojë drejt për drejt e faktit se graviteti përkull hapkohen. Sa më thellë të bini në pusën gravitacionale, aq më ngadalë rrjedh koha juaj krahasuar me dikë që është larg. Dhe afër horizontit të një vrime të zezë, kjo përkulje bëhet e pafundme. Tani ju shikoni përpara. Horizonti I ngjarjeve nuk duket si një mur, nuk ka asgjë fizike atje. Është thjesht një sipërfaqe matematikore, një kufi në hapkohë përtej të cilit shkakësia ndryshon drejtim. Por ndërsa e afroheni, ju filloni të vini re diçka të çuditshme. Jetë prapa jush po ndryshojnë ngjyrë. Drita e tyre po zhvendoset drejt të kaltrit, një efekt I njohur si zhvendosja blu gravitacionale. Kjo ndodh sepse ju po bini në një fushë gravitacionale dhe fotoni që ju godasin po fitojnë energji nga kjo rënie. Por ka diçka edhe më të çuditshme. Nëse ju mund të shikonit me mjaft kujdes, ju do të shihni të gjithë historinë e ardhshme të universit të zhvillohet prapa jush. Çdo foton që është lëshuar ndonjëherë nga stacioni juaj hapësinor, nga toka, nga dielli, nga çdo il në galaktik, të gjitha ata po ju arrin në të njëjtën kohë. Sepse ndërsa koha juaj ngadalsohet, koha e tyre përshpejton nga perspektiva juaj. 1 miliard vjet të historisë kozmike kondensuar në sekondën tuaj të fundit para horizontit. Dhe pastaj ju e kaloni atë, horizontin. Dhe asgjë nuk ndodh. Nuk ka zhurmë, nuk ka dritë, nuk ka ndjenjë fizike. Ju thjesht vazhdoni të bini. Por diçka themelore ka ndryshuar. Ju tani jeni në një rajon të hapkohës nga I cili nuk ka kthim. Jo sepse nuk mund të lëvizni. Ju ende mund të ndizni motorët tuaj, të ndryshoni drejtimin,
por çdo drejtim që mund të lëvizni tani ju çon më thellë në vrim. Madje drita që udhëton me shpejtësinë maksimale të lejuar nga universi nuk mund të shpëtojë. Ajo përkulet prapa nga gjeometria e shtrembruar e hapkohës. Kjo është arsyeja pse horizonti quhet horizonti ngjarjeve. Është kufiri përtej të cilit ngjarjet nuk mund të ndikojnë universin e jashtëm. Çdo gjë që ndodh brenda mbetet brenda përgjithmonë. Dhe nga perspektiva e universit të jashtëm, këto ngjarje nuk kanë ndodhur ende. Ato janë të ngrira në momentin e fundit para horizontit, duke pritur përgjithmonë për të ndodhur. Por ju, brenda, vazhdoni të përjetoni kohën në mënyrë normale. Ora juaj vazhdon të tiktakoj, zemra juaj vazhdon të rra, dhe përpara jush, në qendër të vrimës së zezë, është singulariteti. Një pikë ku densija bëhet e pafundme dhe të gjitha ligjet e fizikës kolapsojnë. Për një vrim të zezë me masën e shigjetarit Ail, ju keni rreth 16 orë nga horizonti deri në singularitet. 16 orë për të menduar për atë që po ndodh, 16 orë për të kuptuar se ju jeni duke përjetuar diçka që nga perspektiva e universit të jashtëm nuk do të ndodh kurrë. Ky paradoks nuk është vetëm një kuriozitet teorik. Ai na detyron të rishqyrtojmë vetë natyrën e kohës, sepse nëse koha mund të jetë e pafundme për një vëzhgues dhe e fundme për një tjetër, atëherë koha nuk mund të jetë një dimension absolut i realitetit. Ajo duhet të jetë diçka më e ndërlikuar, diçka që lind nga gjeometria e hapkohës, nga mënyra se si materia dhe energjia përkulin strukturën e universit. Në vitin 1983, fizikani amerikan Don Page dhe studenti i tij William Waters zhvilluan një formulim të mekanikës kuantike që eliminon kohën plotësisht. Ekuacioni i tyre, i njohur si ekuacioni i Wheeler-DeWittit, përshkruan universin si një gjendje statike, një blok i palëvishëm ku e kaluara, e tashmja dhe e ardhmja ekzistojnë të gjitha njëkohësisht. Në këtë formulim, koha nuk rrjedh, ajo thjesht është një dimension geometrik si lartësia, gjerësia dhe thellësia. Por nëse koha nuk rrjedh, atëherë pse ne e përjetojmë atë si të rrjedhshme? Pse ne kujtojmë të kaluarën por jo të ardhmen? Pse ne plakemi? Pse gjërat prishen? Pse entropia rritet? Përgjigja, sipas Pageshit dhe Watersit, është se rrjedha e kohës është një iluzion i krijuar nga perspektiva jonë. Ne jemi qenie të vogla, të përbëra nga triliona grinca, dhe ne perceptojmë vetëm një prerje të vogël të blokut të palëvishëm të hapkohës. Kjo prerje lëviz, ose më saktë, ne lëvizim përgjatë saj, dhe kjo lëvizje krijon iluzionin e rrjedhës. Kjo ide mund të duket e çmendur, por ajo është në përputhje të plotë me relativitetin e përgjithshëm. Sipas Einsteinit, hapkoha është një strukturë katërdimensionale ku e kaluara, e tashmja dhe e ardhmja ekzistojnë të gjitha njëkohësisht. Nuk ka një tani absolut që ndan të kaluarën nga e ardhmja. Ka vetëm ngjarje të lidhura shkaksisht dhe mënyra se si këto ngjarje janë të renditura varet nga perspektiva e vëzhguesit. Kjo na çonte një zbulim edhe më i thellë. Nëse koha është një iluzion emergjent, diçka që lind nga perspektiva jonë mbi një realitet më themelor, atëherë pyetja se sa zgjatë rënja në një vrim të zezë mund të jetë e gabuar që në themel, sepse ajo supozon se ka një kohë absolute që mund të matet. Por nëse koha vetë është relative, nëse ajo varet nga perspektiva e vëzhguesit, atëherë nuk ka një përgjigje të vetme. Ka vetëm përgjigje të ndryshme për vëzhgues të ndryshëm, të gjitha po aq të vlefshme. Le të shqyrtojmë këtë nga një këndvështrim tjetër. Imagjinoni se universi është një film, një sekuencë imazhesh të ngrira që luhen me një shpejtësi të caktuar. Çdo kuadër i filmit përfaqëson një moment në kohë, dhe rrjedha e kohës është thjesht lëvizja nga një kuadër në tjetrin. Por sa shpejt lëviz filmi? Për ne, në tokë, filmi luan me një shpejtësi të caktuar, le të themi 24 kuadra në sekond. Por për dika afër një vrime të zezë, filmi luan më ngadalë, ndoshta 1 kuadër në sekond. Dhe për dikë në horizont, filmi ndalon plotësisht. Kuadri i fundit zgjatet në pafundësi. Por këtu është pjesa e çuditshme. Të gjithë këta filma janë të njëjtë film. Ata përmbajnë të njëjtat kuadra, të njëjtat ngjarje. Vetëm shpejtësia e luajtjes ndryshon. Dhe kjo do të thotë se ajo që ne e quajmë kohë nuk është një pronë e filmit vet, është një pronë e mënyrës se si ne e shikojmë ata. Kjo analogji nuk është e përsosur,
Por ajo kap diçka të rëndësishme. Koha nuk është një substancë që rrjedh. Ajo nuk është një lumë që na mbart përpara. Ajo është një mënyrë për të përshkruar marrëdhëniet shkakësore midis ngjarjeve. Dhe këto marrëdhënie varen nga gjeometria e hapkohës, nga mënyra se si materia dhe energjia përkulim strukturën e universit. Afër vrimet e zezë, kjo gjeometri bëhet aq e shtrembëruar sa marrëdhëniet shkakësore ndryshojnë në mënyra që truri ynë nuk mund t'i kuptojë intuitivisht. Një ngjarje që është në të ardhmen për një vëzhgues mund të jetë në të kaluarën për një tjetër. Një proces që zgjat 1 sekond për një person mund të zgjas 1 shekull për një tjetër. Dhe në horizont, diferenca bëhet e pafundme. Por le të shkojmë edhe më thellë, sepse ka një aspekt tjetër të këtij paradoksi që është edhe më shqetësues. Nëse koha ngadalsohet afër një vrime të zezë, atëherë çfarë ndodh me vetë grincat që përbëjnë materien? A ngadalsohen ato gjithashtu? Dhe nëse po, çfarë do të thotë kjo për ligjet e fizikës? Përgjigja vjen nga mekanika kuantike. Sipas parimit të pasigurisë së Heisenbergut, grincat nuk kanë pozicione dhe shpejtësi të sakta. Ato ekzistojnë në një gjendje të superpozicionit, një përzierje e të gjitha pozicioneve dhe shpejtësive të mundshme. Dhe kur ne matim një grimc, ne kolapsojmë këtë superpozicion në një gjendje të vetme. Por afër një vrime të zezë, dilatacioni gravitacional i kohës ndikon në vetë këtë proces matjeje. Një grimc që është në superpozicion për një vëzhgues të largët mund të jetë në një gjendje të caktuar për një vëzhgues që bie. Dhe kjo do të thotë se vetë realiteti kuantik varet nga perspektiva e vëzhguesit. Kjo nuk është vetëm një spekulim teorik. Në vitin 2012, fizikanët Gjuvan Maldacena dhe Leonard Susskind do propozuan një ide të quajtur korespondenca A-D-S-C-F-T, një lidhje matematikore midis një teorie gravitacionale në një hapësirë të lakuar dhe një teori kuantike në kufrin e kësaj hapësire. Sipas kësaj korespondence, e gjithë informacioni për atë që ndodh brenda një rajoni të hapkohës mund të kodifikohet në sipërfaqen e kufirit të tij. Kjo do të thotë se brendësia e një vrime të zezë, e gjitha ajo hapësirë tridimensionale ku koha ngadalsohet dhe gjeometria shtrembrohet, mund të jetë ekuivalente me informacionin e kodifikuar në sipërfaqen 2-dimensionale të horizontit. Dhe nëse kjo është e vërtet, atëherë pyetja se çfarë ndodh brenda një vrime të zezë mund të ketë një përgjigje shumë më të thjeshtë se sa ne menduam. Asgjë nuk ndodh brenda, sepse brenda nuk ekziston si një rajon i pavarur. Ai është vetëm një përshkrim tjetër i informacionit që ekziston në sipërfaqe. Kjo ide, e njohur si parimi holografik, është një nga zbulimet më të thella në fizikën teorike të dekadave të fundit. Dhe ajo na tregon se realiteti mund të jetë shumë më i çuditshëm se sa ne imagjinojmë. 3 dimensionet e hapësirës që ne perceptojmë mund të jenë një iluzion, një projekcion i informacionit 2-dimensional të kodifikuar në një sipërfaqe të largët. Por le të kthehemi te pyetja jonë fillestare. Sa zgjat rënia në një vrim të zezë? Ne tani kemi 2 përgjigje të ndryshme, të dyja të sakta. Për astronautin që bie, rënia zgjat një kohë të fundme, disa sekonda, minuta ose orë, varësisht nga madhësia e vrimës. Por për vëzhguesin e largët, rënia nuk përfundon kurrë. Astronauti ngrin në horizont duke u bërë gjithnjë më i kuq, gjithnjë më i errët, por kur duke zhdukur plotësisht. Këto 2 përgjigje nuk janë kontradiktore. Ato janë thjesht përshkrime të ndryshme të njëjtit realitet nga perspektiva të ndryshme. Dhe kjo është zemra e relativitetit të përgjithshëm. Realiteti nuk është absolut. Ai varet nga perspektiva e vëzhguesit. Por ka një pyetje edhe më e thellë këtu. Nëse astronauti vërtet kalon horizontin nga perspektiva e tij, por kur nuk e kalon nga perspektiva jon, atëherë cila perspektivë është e vërteta? A ka astronauti vërtet kaluar horizontin apo jo? Fizika moderne thotë se kjo pyetje nuk ka kuptim, sepse nuk ka një të vërtetë absolute që ekziston pavarësisht nga vëzhguesi. Ka vetëm të vërteta relative, përshkrime të ndryshme të realitetit nga perspektiva të ndryshme, të gjitha po aq të vlefshme. Kjo ide është e vështirë për t'u pranuar. Truri ynë është i evoluar për të menduar në terma absolut. Ne jemi mësuar të besojmë se ka një realitet objektiv atje jashtë i pavarur nga perceptimi ynë. Por fizika e vrimave të zeza na tregon se kjo intuita është e gabuar.
Realiteti nuk është objektiv, ai është relativ. Dhe kjo relativitet nuk është vetëm një detaj teknik, është një pronë themelore e universit. Le të shqyrtojmë një shembull konkret. Imagjinoni se kemi 2 orë identike. Njëra mbetet në tokë, tjetra dërgohet në një satelit që orbituon afër një vrime të zezë. Pas një viti, sipas orës së tokës, sateliti kthehet. Sa kohë ka kaluar sipas orës në satelit? Përgjigja varet nga sa afër vrimës së zezë ka qenë sateliti. Nëse ai ka qenë mjaft afër, ndoshta kanë kaluar vetëm disa ditë sipas orës së tij. Nëse ai ka qenë shumë afër, pothuajse në horizont, ndoshta kanë kaluar vetëm disa sekonda. Dhe nëse ai ka arritur saktësisht në horizont, atëherë sipas orës së tij nuk ka kaluar fare kohë. Ora ka ndaluar. Por këtu është pjesa e çuditshme. Të dyja orët janë të sakta. Nuk ka një orë që është e gabuar. Ato thjesht kanë matur kohën në rajone të ndryshme të hapkohës, ku gjeometria është e ndryshme. Dhe kjo do të thotë se koha vetë nuk është një madhësi absolute që mund të matet në të njëjtën mënyrë kudo. Ajo është një madhësi relative që varet nga gjeometria lokale e hapkohës. Kjo ka pasoja të thella për kuptimin ton të realitetit. Nëse koha është relative, atëherë çfarë do të thotë të thuash se diçka ka ndodhur? Nëse një ngjarje ka ndodhur sipas një ore, por jo sipas një tjetër, atëherë cila është e vërteta? Fizika moderne thotë se të dyja janë të vërteta. Ngjarjet nuk kanë një kohë absolute kur ndodhin. Ato kanë vetëm marrëdhënie shkaksore me ngjarje të tjera, dhe këto marrëdhënie varen nga rruga që ndiqni përmes hapkohës. Kjo na çon te një zbulim edhe më radikal. Nëse koha është relative, nëse ajo varet nga rruga që ndiqni përmes hapkohës, atëherë e ardhmja nuk është e përcaktuar. Ajo varet nga zgjedhjet që bëni, nga rrugët që ndiqni. Dhe kjo do të thotë se universi nuk është një blok i palëvishëm ku e kaluara, e tashmja dhe e ardhmja ekzistojnë të gjitha njëkohësisht. Ai është një rrjet i mundësive, ku çdo zgjedhje krijon një degëzim të ri, një rrugë të re përmes hapkohës. Por kjo ide hin në konflikt me formulimin e Euler-Dewitit që thotë se universi është një gjendje statike. Si mund të jenë të dyja të vërteta? Përgjigjja është se ato janë përshkrime të ndryshme të njëjtit realitet. Formulimi i Euler-Dewitit përshkruan universin nga një perspektive jashtme, ku koha nuk ekziston. Por ne nuk jemi vëzhgues të jashtëm. Ne jemi brenda universit, duke lëvizur përmes hapkohës, dhe nga perspektiva jon, koha rrjedh, zgjedhjet kanë rëndësi dhe ardhmja është e hapur. Këto dy përshkrime nuk janë kontradiktore, ato janë komplementare. Ato përshkruajnë të njëjtin realitet nga perspektiva të ndryshme. Dhe kjo është një temë që përsëritet vazhdimisht në fizikën moderne. Realiteti nuk mund të përshkruhet nga një perspektive vetme. Ai kërkon perspektiva të shumta, secila duke kapur një aspekt të ndryshëm të së vërtetës. Kjo na kthehet te vrimat e zeza, sepse vrimat e zeza janë vendi ku këto perspektiva të shumta bëhen më të dukshme. Në perspektiva e jashtme, një vrim e zezë është një objekt i përjetshëm, i ngrirë në kohë, ku asgjë nuk ndodh kurrë. Por në perspektiva e brendshme, një vrim e zezë është një rajon dinamik ku koha rrjedh, ku hapësira përkulet dhe ku gjithçka përfundon në singularitet. Të dyja këto përshkrime janë të sakta, të dyja janë të provuara nga matematika, dhe të dyja na tregojnë diçka të thellë për natyrën e kohës, se ajo nuk është një dimension absolut i realitetit, por një aspekt i perspektivës sonë mbi realitetin. Kjo na çon te një pyetje finale. Nëse koha është relative, nëse ajo varet nga perspektiva jon, atëherë çfarë ndodh kur perspektiva jon ndryshon? Çfarë ndodh kur ne lëvizim nga një rajon i hapkohës në një tjetër, nga një fushë gravitacionale në një tjetër? Përgjigjja është se koha jon ndryshon. Ora jon biologjike, proceset tona kimike, vetë mendimi ynë, të gjitha këto ngadalsohen ose përshpejtojnë varësisht nga ku ndodhemi në hapkohë. Dhe nëse ne mund të lëviznim mjaft shpejt, nëse mund të udhëtonim mjaft afër një vrime të zezë, ne mund të përjetonim dilatacione të kohës aq ekstreme sa e ardhmja e largët e universit do të bëhej e tashmja jon. Kjo nuk është fantazi shkencë. Kjo është një pasojë drejt për drejt e relativitetit të përgjithshëm. Dhe ajo na tregon se koha nuk është një rrjedhë e pandalshme që na mbar të gjithëve në të njëjtën mënyrë. Ajo është një dimension i hapkohës që mund të lundrohet, të përkulet dhe madje të manipulohet.
nëse ne kuptojmë mjaft mirë ligjet që e qeverisin atë. Dhe kjo është arsyeja pse vrimat e zeza janë aq të rëndësishme për fizikën moderne. Ato nuk janë vetëm objekte egzotike në hapësirë. Ato janë laborator natyror, ku ligjet e fizikës shtyhen në kufijtë e tyre, ku koha bëhet e pafundme, ku hapësira përkulet në mënyra të paimagjinueshme dhe ku vetë realiteti zbulon natyrën e tij më të thellë. Dhe ajo që ato na mësojnë është kjo: koha nuk është ajo që ne mendojmë se është. Ajo nuk është një dimension absolut që ekziston pavarësisht nga ne. Ajo është një aspekt i perspektivës sonë mbi universin, një mënyrë për të përshkruar marrëdhëniet shkaksore midis ngjarjeve. Dhe këto marrëdhënie varen nga gjeometria e hapkohës, nga mënyra se si materia dhe energjia përkulin strukturën e realitetit. Kjo është mësimi i vrimave të zeza. Dhe është një mësim që ndryshon përgjithmonë mënyrën se si ne shohim universin. Dhe tani, le të shkojmë edhe më thellë, sepse ajo që ne kemi diskutuar deri tani është vetëm fillimi. Horizonti i ngjarjeve nuk është thjesht një kufi gjeometrik. Ai është një kufi absolut i vetë realitetit. Dhe ajo që ndodh në këtë kufi sfidon çdo gjë që ne mendojmë se e dim për natyrën e ekzistencës. Në vitin 2004, fizikani Stephen Hawkingu bëri një deklaratë që tronditi komunitetin shkencor. Pas 30 vitesh mbrojtjeje të idesë se informacioni zhduket në vrimat e zeza, ai ndryshoi mendjen. Ai propozoi se informacioni në të vërtetë nuk zhduket. Ai kodifikohet në rezatimin që lëshohet nga vrime zezë ndërsa ajo avullon. Por kjo zgjidhje krijoi një problem edhe më të madh, sepse nëse informacioni kodifikohet në rezatimin e Hawkingut, atëherë ai duhet të jetë i pranishëm në horizont në momentin kur objekti bie. Por ne tashmë e dim se nga perspektiva e jashtme, objekti kurrë nuk arrin horizontin. Ai ngrin atje përgjithmonë. Kështu që si mund informacioni të kodifikohet në rezatim nëse objekti kurrë nuk arrin vendin ku rezatimi krijohet? Kjo pyetje na çon te një nga paradokset më të thella në fizikën moderne, paradoksi i murit të zjarrit. Në vitin 2012, 4 fizikan, Almeiri, Marolf, Polchinski dhe Sully, zbuluan se ekziston një kontradikt themelore në mënyrën se si ne kuptojmë horizontin e ngjarjeve. Sipas mekanikës kuantike, informacioni nuk mund të kopjohet. Ky është parimi i moskopimit kuantik. Por nëse informacioni kodifikohet në horizont dhe gjithashtu vazhdon të ekzistojë brenda vrimës së zezë, atëherë ai është kopjuar. Dhe kjo është e pamundur. Zgjidhja e tyre ishte radikale. Ata propozuan se horizonti i ngjarjeve nuk është një sipërfaqe e zbrazët. Ai është një mur i zjarrit, një rajon me energji të pafundme që do të shkatërronte çdo gjë që përpiqet ta kalojë. Kjo do të thotë se astronauti që bie në një vrimë të zezë nuk do të arrinte kurrë singularitetin. Ai do të digjejë në horizont i zhdërruar në rezatim të pastër. Por kjo ide hyn në konflikt me parimin e ekuivalencës së Einsteinit. Idem se rënia e lirë është e pandallshme, se nuk ka asgjë të veçantë në horizont nga perspektiva e atij që bie. Kështu që çfarë është e vërteta? A është horizonti një sipërfaqe e zbrazët që mund të kalohet pa u vënë re, apo një mur i zjarrit që shkatërron gjithçka? Fizika moderne nuk ka një përgjigje. Dhe kjo mungesë përgjigjeje na tregon diçka të thellë, se ne ende nuk e kuptojmë plotësisht natyrën e horizontit të ngjarjeve. Ne kemi ekuacione që përshkruajnë sjelljen e tij, por ne nuk kemi një teori të plotë që bashkon mekanikën kuantike me relativitetin e përgjithshëm në këtë rajon ekstrem. Le të shqyrtojmë një eksperiment mandor. Imagjinoni se keni një vrimë të zezë me masë sa dielli. Horizonti i saj ka një rreze prej rreth 3 kilometrash. Tani, imagjinoni se hidhni një grincë të vetme, një elektron, në këtë vrimë të zezë. Çfarë ndodh? Sipas relativitetit të përgjithshëm, elektroni bie përmes horizontit dhe vazhdon drejt singularitetit. Masa e vrimës së zezë rritet me masën e elektronit, një sasi e papërfilshme, dhe horizonti zgjerohet me një sasi edhe më të vogël, aq të vogël sa është praktikisht e pamatur. Por le të shikojmë këtë nga perspektiva e mekanikës kuantike. Elektroni nuk është një grincë e vetme me një pozicion të saktë. Ai është një valë e probabilitetit, një përzierje e të gjitha pozicioneve të mundshme. Dhe kur ai afrohet horizontit, kjo valë fillon të ndërveprojë me gjeometrinë e shtrembruar të hapkohës. Disa pjesë të valës ngadalsohen më shumë se të tjerat, disa pjesë përkulen më shumë se të tjerat,
Dhe në fund, vala e probabilitetit shpërndahet në një rajon aq të madh sa bëhet e pamundur të thuhet se ku është elektroni. Kjo shpërndarje nuk është vetëm një pasojë e pasigurisë kuantike. Ajo është një pasojë e vetë gjeometrisë së hapkohës. Dhe ajo na tregon se afër horizontit, dallimi midis një grimce dhe një vale, midis një objekti dhe një fushe, bëhet i paqartë. Realiteti vetë fillon të tretet. Tani le të shkojmë edhe më thellë, sepse ka një aspekt tjetër të horizontit që është edhe më i çuditshëm. Në vitin 1975, fizikani William Unruh zbuloi se një vëzhgues që përshpejtohet përmes hapësirës së zbrazët do të shihte grimca, ku një vëzhgues i palvishëm do të shihte asgjë. Kjo është e njohur si efekti Unruh, dhe ajo tregon se vetë vakumi, zbraztira absolute, varet nga gjendja e lëvizjes së vëzhguesit. Tani, një vëzhgues që qëndron i palvishëm afër horizontit të një vrime të zezë është në një gjendje të përshpejtimit të vazhdueshëm. Ai duhet të shtyjë vazhdimisht kundër gravitetit për të mos rënë, dhe kjo do të thotë se ai do të shihte grimca ku një vëzhgues që bie lirisht do të shihte asgjë. Këto grimca janë reale. Ato mund të maten, ato bartin energji, por ato ekzistojnë vetëm për vëzhguesin që përshpejtohet. Për vëzhguesin që bie, vakumi mbetet i zbrazët. Kjo na tregon diçka të jashtëzakonshme, se vetë grimcat, bloqet ndërtimore të materjes, nuk janë absolute. Ato varen nga gjendja e lëvizjes së vëzhguesit. Dhe nëse grimcat janë relative, atëherë çfarë është absolute? Çfarë mbetet kur heqim të gjitha perspektivat relative? Përgjigjja mund të jetë asgjë. Mund të mos ketë një realitet absolut që ekziston pavarësisht nga vëzhguesi. Mund të ketë vetëm marrëdhënie, lidhje midis ngjarjeve, korelacione midis matjeve. Dhe këto marrëdhënie janë ajo që ne quajmë realitet. Kjo ide është në zemër të një qasjeje të re ndaj fizikës së quajtur relacionizëm. Sipas relacionizmit, universi nuk përbëhet nga objekte që ekzistojnë në hapësirë dhe kohë. Ai përbëhet nga ngjarje që lidhen me njëra tjetrën përmes marrëdhënieve shkaksore. Hapësira dhe koha nuk janë kontejner ku objektet ekzistojnë. Ato janë mënyra për të përshkruar këto marrëdhënie. Dhe vrimat e zeza janë vendi ku kjo ide bëhet më e qartë. Sepse afër horizontit, hapësira dhe koha humbasin kuptimin e tyre të zakonshëm. Ato bëhen të ndërturura, të shtrembruara dhe në fund të papërcaktueshme. Ajo që mbetet janë vetëm marrëdhëniet shkaksore. Fakti se një ngjarje çon në një tjetër, se një matje ndikon në një tjetër. Le të shqyrtojmë një shembull konkret. Imagjinoni se kemi dy grimca të ndërturura kuantikisht, një çift elektronesh që kanë ndërvepruar dhe tani janë të lidhura në një mënyrë që sfidon hapësirën dhe kohën. Nëse ne matim spinin e njërit elektron dhe gjejmë se ai rrotullohet lart, ne e dim menjëherë se tjetri rrotullohet poshtë, pavarësisht se sa larg janë ata. Kjo lidhje është e menjëhershme. Ajo nuk kërkon kohë për të udhëtuar nga një elektron te tjetri. Tani, imagjinoni se njëri prej këtyre elektroneve bie në një vrim të zezë. Çfarë ndodh me ndërturjen? A mbetet ajo e vlefshme? Dhe nëse po, si mund informacioni të udhëtojë midis një elektroni që është brenda horizontit dhe një tjetri që është jashtë, kur asgjë nuk mund të shpëtojë nga brenda? Kjo pyetje ka munduar fizikanët për vite, dhe përgjigjja që po del është edhe më e çuditshme se pyetja. Sipas disa teorive të reja, ndërthurja kuantike mund të jetë ajo që krijon vetë hapkohën. Sipas kësaj ideje, hapësira nuk është një strukturë themelore që ekziston pavarësisht. Ajo është një fenomen emergjent që lind nga ndërthurja e grimkave kuantike. Dhe kur kjo ndërthurje prishet, siç ndodh kur një grimc bie në një vrim të zezë, vetë hapësira fillon të shkatërrohet. Kjo ide është e njohur si ER, është i barabartë me EPR, një propozim i bërë nga fizikanët Juan Maldacena dhe Leonard Susskind në vitin 2013. ER qëndron për urën e Einstein-Rosenit, një tunel teorik përmes hapkohës që lidh dy pika të largëta. EPR qëndron për paradoksin e Einstein-Podolsky-Rosenit, fenomeni i ndërthurjes kuantike. Dhe propozimi është se këto dy fenomene janë në të vërtet e njëjta gjë e parë nga perspektiva të ndryshme. Nëse kjo është e vërtet, atëherë çdo çift grimcash të ndërthurura është i lidhur nga një urë mikroskopike përmes hapkohës. Dhe kur ne matim njërin grimc, ne nuk po marrim informacion që udhëton përmes hapësirës. Ne po ndjekim një rrugë përmes kësaj ure.
Kjo do të thotë se ndërthurja kuantike nuk është një fenomen i çuditshëm që sfidon hapësirën. Ajo është vetë struktura e hapësirës. Dhe kjo na kthe te vrimat e zeza. Sepse nëse hapësira krijohet nga ndërthurja, atëherë një vrim e zezë është një rajon ku kjo ndërthurje është aq e fortë, aq e përqendruar, sa krijon një shtrembërim ekstrem të gjeometrisë. Horizonti i ngjarjeve nuk është një sipërfaqe që ndan brendësinë nga jashtësia. Ai është një kufi ku ndërthurja ndryshon natyrë, ku lidhjet kuantike bëhen aq të forta sa krijojnë një rajon të ri të hapkohës që është i shkëputur nga universi i jashtëm. Kjo na çon te një zbulim edhe më radikal. Nëse hapësira krijohet nga ndërthurja, atëherë çfarë krijon kohën? Përgjigjja mund të jetë shkakësia. Koha mund të jetë thjesht një mënyrë për të përshkruar rendin shkaksor të ngjarjeve, faktin se disa ngjarje çojnë në të tjera, se ka një sekuencë logjike të shkak-pasojës që strukturon përvojën tonë. Dhe afër një vrime të zezë, kjo sekuencë shkaksore bëhet e shtrembëruar. Ngjarjet që duhet të ndodhin njëra pas tjetrës nga perspektiva jon, ndodhin njëkohësisht nga perspektiva e atij që bie. Ngjarjet që duhet të ndodhin në një rend të caktuar, mund të ndodhin në një rend të kundërt nga perspektiva të ndryshme. Dhe në horizont, vetë koncepti i para dhe pas humbet kuptimin. Kjo nuk është vetëm një abstraksion filozofik. Kjo është një pasojë drejt për drejt e gjeometrisë së hapkohës afër horizontit. Dhe ajo na tregon se koha, ashtu si hapësira, nuk është një strukturë absolute. Ajo është një përshkrim i marrëdhënieve shkaksore, dhe këto marrëdhënie varen nga rruga që ndiqni përmes hapkohës. Le të shqyrtojmë një eksperiment mendor tjetër. Imagjinoni se keni një orë atomike, orën më të saktë që ekziston, e aftë për të matur kohën me saktësi prej një pjese në 1 kuadrilion. Tani, imagjinoni se e vendosni këtë orë në një satelit dhe e dërgoni në një orbit shumë afër horizontit të një vrime të zezë. Pas një viti sipas orës suaj në tokë, sateliti kthehet. Sa kohë ka kaluar sipas orës atomike? Përgjigjja varet nga sa afër horizontit ka qenë sateliti. Nëse ai ka qenë në një orbit stabile pak jashtë horizontit, ndoshta kanë kaluar vetëm disa ditë. Nëse ai ka qenë edhe më afër, ndoshta kanë kaluar vetëm disa orë. Dhe nëse ai ka qenë aq afër sa është fizikisht e mundur pa rënë, ndoshta kanë kaluar vetëm disa sekonda. Por këtu është pjesa që e bën këtë vërtet të çuditshme. Të dyja orët janë absolutisht të sakta. Nuk ka asnjë gabim matjeje, nuk ka asnjë iluzion. Koha vërtet ka kaluar me shpejtësi të ndryshme në 2 vendet e ndryshme. Dhe kjo do të thotë se pyetja sa kohë ka kaluar nuk ka një përgjigje të vetme. Ajo varet nga ku jeni në hapkohë. Kjo relativitet e kohës ka pasoja të thella për kuptimin ton të shkaksisë. Nëse koha kalon me shpejtësi të ndryshme në vende të ndryshme, atëherë çfarë do të thotë të thuash se një ngjarje shkakton një tjetër? Nëse ngjarjet A dhe B ndodhin në të njëjtën kohë sipas një ore, por në kohë të ndryshme sipas një tjetër, atëherë cila shkakton cilën? Përgjigjja është se shkakësia nuk varet nga koha absolute. Ajo varet nga struktura shkaksore e hapkohës, nga fakti se disa ngjarje janë brenda konit të dritës të tjerave. Nëse ngjarja A mund të dërgojë një sinjal drite te ngjarja B, atëherë A mund të shkaktojë B. Nëse jo, atëherë ato janë shkaksisht të shkëputura, pavarësisht se sa afër ose larg janë në hapësirë ose kohë. Dhe afër një vrime të zezë, kjo strukturë shkaksore bëhet e shtrembruar në mënyra ekstreme. Disa ngjarje që duhet të jenë shkaksisht të lidhura bëhen të shkëputura. Disa ngjarje që duhet të jenë të shkëputura bëhen të lidhura. Dhe në horizont, vetë struktura shkaksore e hapkohës ndryshon natyrë. Kjo na çon te një pyetje edhe më e thellë. Çfarë ndodh me informacionin kur ai afrohet horizontit? Ne e dim se informacioni nuk mund të shkatërrohet. Ky është një parim themelor i fizikës kuantike. Por ne gjithashtu e dim se asgjë nuk mund të shpëtojë nga brenda horizontit. Kështu që çfarë ndodh me informacionin që bie në një vrim të zezë? Kjo pyetje ka çuar në një nga debatet më të gjata dhe më intensive në fizikën moderne, dhe përgjigjja që po del është se informacioni nuk zhduket dhe nuk shpëton. Ai transformohet. Ai kodifikohet në vetë gjeometrinë e horizontit në mënyrën se si hapësira përkulet dhe koha ngadalsohet. Dhe kur vrime zezë avullon përmes rrezatimit të Hawkingut, ky informacion lirohet përsëri.
i kodifikuar në korelacionet kuantike midis grimcave të rezatimit. Por kjo zgjidhje krijon një problem të ri. Nëse informacioni kodifikohet në horizont, atëherë ai duhet të jetë i pranishëm atje në momentin kur objekti arrin. Por ne e dim se nga perspektiva e jashtme, objekti kurrë nuk arrin horizontin. Ai ngrin atje përgjithmonë, duke u afruar gjithnjë e më shumë, por kurrë duke arritur. Kështu që si mund informacioni të kodifikohet në një vend që objekti kurrë nuk arrin? Përgjigja mund të jetë se horizonti nuk është një sipërfaqe në hapësirë. Ai është një sipërfaqe në hapkohë, një kufi 4-dimensional që ndan ngjarjet që mund të ndikojnë universin e jashtëm nga ato që nuk mund. Dhe nga kjo perspektivë, objekti vërtet arrin horizontin, jo në një moment të caktuar të kohës, por në një ngjarje të caktuar në hapkohë. Kjo dallim midis kohës dhe ngjarjeve është thelbësore për kuptimin e vrimave të zeza. Koha është një koordinat që ne përdorim për të përshkruar pozicionin e ngjarjeve përgjatë një boshti të caktuar. Por ngjarjet vetë janë më themelore se koha. Ato janë pikat në hapkohë ku diçka ndodh, ku grimcat ndërveprojnë, ku fushat ndryshojnë, ku informacioni transformohet. Dhe afër horizontit, marrëdhënia midis kohës dhe ngjarjeve bëhet e çuditshme. Një ngjarje e vetme, si kalimi i një objekti përmes horizontit, mund të korespondojë me një interval të pafundëm kohe nga perspektiva e jashtme, dhe një interval i fundëm kohe nga perspektiva e brendshme mund të korespondojë me një sekuencë të pafundme ngjarjesh nga perspektiva e jashtme. Kjo asimetri midis perspektivave nuk është një defekt i teorisë. Ajo është një pronë themelore e hapkohës afër horizontit. Dhe ajo na tregon se pyetja sa zgjat rënia në një vrim të zezë nuk ka një përgjigje të vetme. Ajo varet nga se çfarë nënkuptojmë me kohë, nga se cilën perspektivë po pyesim dhe nga se cilat ngjarje po matim. Le të shkojmë edhe më thellë, sepse ka një aspekt tjetër të horizontit që është edhe më i çuditshëm. Në vitin 2016, fizikanët Hawkingu, Perry dhe Strominger propozuan se horizonti i ngjarjeve nuk është i lmuar. Ai është i mbuluar me një strukturë të hollë të quajtur flokët e butë. Një shtresë e grimcave pa masë që bartin informacion për gjithçka që ka rënë në vrim të zezë. Këto flokë të butë nuk janë grimca në kuptimin e zakonshëm. Ato janë ekscitacione të fushave kuantike që ekzistojnë saktësisht në horizont, as brenda, as jashtë, por në vetë kufirin. Dhe ato kodifikojnë informacionin në një mënyrë që është e aksesueshme nga universi i jashtëm, duke zgjidhur paradoksin e informacionit, pa shkelur parimin se asgjë nuk mund të shpëtojë nga brenda horizontit. Por kjo zgjidhje ngre pyetje të reja. Nëse informacioni kodifikohet në flokët e butë, atëherë sa informacion mund të ruhet? A ka një kufi për sasinë e informacionit që mund të kodifikohet në horizont? Dhe nëse po, çfarë ndodh kur ky kufi arrihet? Përgjigja vjen nga termodinamika e vrimave të zeza. Në vitin 1973, fizikani Jacob Bekenstein zbuloi se një vrim e zezë ka entropin, një masë të çrregullimit ose informacionit. Dhe kjo entropi është proporcionale me sipërfaqen e horizontit, jo me vëllimin e brendshëm. Kjo do të thotë se sasia maksimale e informacionit që mund të ruhet në një rajon të hapësirës është proporcionale me sipërfaqen e kufirit të tij, jo me vëllimin e tij. Kjo është një zbulim i jashtëzakonshëm. Në botën e përditshme, ne mendojmë se informacioni ruhet në vëllim. Sa më i madh objekti, aq më shumë informacion mund të mbajë. Por afër një vrime të zezë, kjo intuita është e gabuar. Informacioni ruhet në sipërfaqe. Dhe kjo do të thotë se 3 dimensionet e hapësirës që ne perceptojmë mund të jenë një iluzion, një projekcion i informacionit 2-dimensional të kodifikuar në një sipërfaqe të largët. Kjo ide, e njohur si parimi holografik, është një nga zbulimet më të thella në fizikën teorike. Dhe ajo na tregon se realiteti mund të jetë shumë më i thjeshtë se sa duket. Gjithçka që ne përjetojmë, thellësia, vëllimi, vetë ekzistenca jon 3-dimensionale, mund të jetë vetëm një mënyrë për të përshkruar informacionin që ekziston në një sipërfaqe 2-dimensionale. Por le të kthehemi te pyetja jon fillestare. Sa zgjat rënia në një vrim të zezë? Ne tani kemi një kuptim më të thellë të kësaj pyetjeje. Ajo nuk është vetëm një pyetje për kohën. Ajo është një pyetje për natyrën e realitetit, për marrëdhënien midis perspektivave të ndryshme, për mënyrën se si informacioni kodifikohet në gjeometrinë e hapkohës. Dhe përgjigja është se rënia zgjat përgjithmonë, por vetëm nga një perspektivë.
Nga perspektiva e vëzhguesit të largët, objekti që bie ngrin në horizont duke u bërë gjithnjë më i kuq, gjithnjë më i errët, por kur duke zhdukur plotësisht. Koha e tij ngadalsohet deri në pafundësi dhe ai mbetet atje përgjithmonë, i kodifikuar në gjeometrinë e horizontit. Por nga perspektiva e objektit që bie, rënia zgjat një kohë të fundme. Ai ka dhënë përmes horizontit pa vënë re asgjë të veçantë. Vazhdon drejt singularitetit dhe përfundon në një pikë ku të gjitha ligjet e fizikës që ne njohim prishen. Këto dy përgjigje nuk janë kontradiktore. Ato janë përshkrime të ndryshme të njëjtit realiteti nga perspektiva të ndryshme. Dhe kjo është mësimi themelor i vrimave të zeza, se realiteti nuk është absolut. Ai varet nga perspektiva e vëzhguesit, nga rruga që ndiqni përmes hapkohës, nga mënyra se si ju ndërveproni me gjeometrinë e universit. Dhe kjo na çon te një zbulim final, se koha vet nuk është ajo që ne mendojmë se është. Ajo nuk është një dimension absolut që ekziston pavarësisht nga ne. Ajo është një aspekt i perspektivës son mbi universin, një mënyrë për të përshkruar marrëdhëniet shkaksore midis ngjarjeve. Dhe këto marrëdhënie varen nga gjeometria e hapkohës, nga mënyra se si materia dhe energjia përkulin strukturën e realitetit. Vrimat e zeza janë laboratorët natyror ku kjo e vërtet bëhet e dukshme, ku koha bëhet e pafundme, ku hapësira përkulet në mënyra të paimagjinueshme, ku vetë realiteti zbulon natyrën e tij më të thellë. Dhe ajo që ato na mësojnë është kjo: universi është më i çuditshëm, më i thellë dhe më i bukur se çdo gjë që ne mund të imagjinojmë. Sepse në fund, rënia në një vrim të zezë nuk është vetëm një udhtim përmes hapësirës. Ajo është një udhtim përmes vetë strukturës së realitetit, një zbulim i kufive të ekzistencës, një eksplorimi i natyrës së kohës dhe një dëshmi e fuqisë së mendjes njerëzore për të kuptuar misteret më të thella të universit. Por le të ndalemi këtu, sepse ka diçka që duhet të adresojmë para se të shkojmë më tej. Dëgjoj tashmë pyetjen që shumë prej jush po e bëjnë. A nuk është kjo thjesht një lloj matematikore? A nuk jemi duke folur për skenar hipotetik që kur nuk do të ndodhin në realitet? A nuk është kjo vetëm një tjetër teori e bukur që nuk ka asnjë lidhje me botën reale? Kjo është një pyetje e drejtë, dhe përgjigja është absolutisht jo, sepse ajo që po ju tregoj nuk është spekulim, nuk është filozofi abstrakte, është fizikë e vërtetë, e mbështetur nga të dhëna të vërteta, nga matje të sakta, nga eksperimente që mund të përsëriten. Dhe në vitet e fundit, ne kemi parë dëshmi të drejtë për drejta që konfirmojnë çdo aspekt të kësaj teorie të çuditshme. Le të fillojmë me vitin 2015. Më 18 shtator, 2 detektor gjigant në Shtetet e Bashkuara, secili me krah 4 kilometra të gjatë, regjistruan një sinjal që zgjati më pak se 1 sekond. Ishte një dridhje e vogël në vetë strukturën e hapësirës, aq e vogël sa lëvizte pasqyrat e detektorit me më pak se 1000 fishën e diametrit të një protoni. Por kjo dridhje e vogël mbarte një mesazh të jashtëzakonshëm. Ajo vinte nga bashkimi i 2 vrimave të zeza, 1 miliard e 300 milion vjet dritë larg. Për herë të parë në histori, ne kishim dëgjuar tingullin e hapësirës që përkulet. Dhe ajo që ky tingull na tregoi ishte saktësisht ajo që Einsteini kishte parashikuar 1 shekull më parë. Se vrimat e zeza ekzistojnë, se ato bashkohen, se ato krijojnë val në hapkohë, dhe se këto val udhëtojnë me shpejtësinë e dritës përmes universit. Por këtu është pjesa që e bën këtë vërtet të jashtëzakonshme. Nga analiza e këtij sinjali, ne mund të llogarisim saktësisht sa mas kishin këto vrim të zeza, sa shpejt rrotulloheshin dhe sa energji liruan kur u bashkuan. Dhe shifrat janë mahnitse. Vrimi i parë kishte masën e 36 diejve, e dyta kishte masën e 29 diejve, dhe kur u bashkuan, ato krijuan një vrim të vetme me masën e 62 diejve. Prisni. 36 plus 29 është 65, jo 62. Ku shkuan 3 masa diellore? Ato u shndruan në energji. Në më pak se 1 sekond, këto 2 vrim të zeza liruan më shumë energji se sa të gjitha yjet në universin e dukshëm të kombinuar. 3 masa diellore të plota u zhderruan në val gravitacionale, që dridhen strukturën e hapësirës në një rajon me miliarda vjet drite në diametër. Dhe ne e matëm këtë.
Ne e dëgjuam këtë. Ne e konfirmuam me saktësi matematikore që relativiteti i përgjithshëm funksionon saktësisht ashtu siç Einstein i tha, edhe në kushtet më ekstreme që universi mund të prodhojë. Por kjo ishte vetëm fillimi. Që nga ajo ditë, LIGO dhe detektoret e tjerë kanë kapur 10 bashkime të vrimave të zeza. Dhe çdo bashkim na jep më shumë të dhëna, më shumë detaje, më shumë konfirmime të teorisë. Ne tani dim se vrimat e zeza janë të zakonshme në univers. Ne dim se ato bashkohen rregullisht. Dhe ne dim se çdo herë që ato bashkohen, ato krijojnë kushte ku koha dhe hapësira sillen në mënyra që sfidojnë çdo intuita njerëzore. Por le të shkojmë edhe më tej, sepse në vitin 2019 ne arritëm diçka që dukej e pamundur. Ne bëm një fotografi të një vrime të zezë. Kjo nuk ishte një fotografi e zakonshme. Ajo kërkoi një rrjet teleskopsh radiofonike të shpërndara në të gjithë planetin, duke punuar së bashku si një teleskop i vetëm me matësinë e tokës. Ajo kërkoi vite përpunimit të dhënave, algoritme të sofistikuara dhe bashkëpunimin e qindra shkencëtarëve nga e gjithë bota. Por rezultati ishte i pabesueshëm. Një imazh i qartë i horizontit të ngjarjeve të një vrime supermasive të zezë në qendër të galaktikës Messier 87. Dhe ajo që ky imazh tregoi ishte saktësisht ajo që teoria parashikonte. Një hije e errët e rumbullakët e rrethuar nga një unazë ndritshme drite. Ija është horizonti i ngjarjeve, rajoni nga i cili asgjë nuk mund të shpëtojë. Unaza është drita nga materia që rrotullohet rreth vrimës e nxehur në temperatura të jashtëzakonshme nga fërkimi dhe forca gravitacionale. Por këtu është detaji që e bën këtë imazh vërtet të jashtëzakonshëm. Unaza nuk është simetrike. Njëra anë është më e ndritshme se tjetra, dhe kjo asimetri na tregon diçka të thellë. Vrime zezë po rrotullohet, dhe ajo po rrotullohet aq shpejt sa po tërheq hapësirën përreth saj, duke e bërë dritën në njërin anë të duket më e ndritshme se në tjetrën. Ky efekt, i njohur si tërheqja e kornizës, është një tjetër parashikim i relativitetit të përgjithshëm. Dhe ne e kemi matur atë. Ne e kemi parë atë. Ne e kemi fotografuar atë. Por le të mendojmë për atë që kjo fotografi vërtet tregon. Drita që formoi këtë imazh udhëtoi për 55 milion vjet përmes hapësirës. Ajo u përkull nga fusha gravitacionale e vrimës së zezë. Ajo u shtrembrua nga rrotullimi i hapësirës. Dhe kur arriti në tokë, ajo mbarte informacion të kodifikuar në gjeometrinë e hapkohës, informacion që ne mund ta dekodojmë, ta analizojmë dhe ta përdorim për të kuptuar natyrën e objektit më ekstrem në univers. Kjo nuk është teori, kjo është realitet i vëzhgueshëm. Dhe ajo që ajo na tregon është se çdo gjë që ne kemi diskutuar, dilatacioni i kohës, përkullshmëria e hapësirës, horizonti i ngjarjeve, vetë relativiteti i kohës, të gjitha këto janë të vërteta për universin në të cilin jetojmë. Por ka më shumë, sepse në vitin 2022 ne bëm një zbulim edhe më të jashtëzakonshëm. Duke përdorur të njëjtin teleskop Event Horizon, ne fotografuam vrimen e zezë në qendër të galaktikës son, Sagittarius A Star. Kjo vrime zezë është shumë më afër nesh se ajo në Messier 87, vetëm 26.000 vjet dritë larg. Por ajo është gjithashtu shumë e vogël, vetëm 4 milion masa diellore krahasuar me 6 miliarde 500 milion masa diellore të Messier 87. Dhe kjo do të thotë se horizonti i saj i ngjarjeve është shumë më i vogël dhe materia që rrotullohet rreth saj lëviz shumë më shpejt. Në fakt, materia rreth Sagittarius A Star rrotullohet aq shpejt sa ajo ndryshon në shkallë minutash. Kjo e bëri fotografimin jashtëzakonisht të vështirë. Ishte si të përpiqeshe të fotografoje një fëmijë që lëviz shpejt me një kohë ekspozimi prej disa orësh. Por ekipi arriti ta bëjë. Dhe imazhi që ata prodhuan konfirmoi përsëri çdo parashikim të relativitetit të përgjithshëm. Por këtu është pjesa që e bën këtë vërtet të rëndësishme. Duke krahasuar këto dy imazhe nga dy vrim të zeza me madhësi dhe distanca shumë të ndryshme, ne mund të testojmë nëse relativiteti i përgjithshëm funksionon në të njëjtën mënyrë kudo në univers. Dhe përgjigja është po. Ligjet që qeverisin hapkohën janë të njëjta në qendër të galaktikës son, dhe në një galaktik 55 milion vjet, dritë larg. Koha ngadalsohet në të njëjtën mënyrë.
Hapësira përkulet në të njëjtën mënyrë. Horizonti i ngjarjeve ka të njëjtat veti. Kjo universalitet e ligjeve të fizikës është një nga zbulimet më të thella të shkencës moderne, dhe ajo na tregon se universi nuk është kaotik. Ai nuk është i rastësishëm. Ai qeveriset nga ligje matematikore që janë të njëjta kudo dhe përgjithmonë. Por le të shkojmë edhe më thellë, sepse ka një eksperiment tjetër që e bën këtë edhe më konkret. Në vitin 1971, fizikanët Joseph Haffele dhe Richard Keating morën 4 orë atomike, orët më të sakta që njerëzimi ka ndërtuar ndonjëherë, dhe i vendosën ato në avion komercial. 2 orë fluturuan drejt lindjes rreth botës. 2 orë fluturuan drejt perëndimit. Dhe 1 orë mbeti në tokë si referencë. Kur orët u kthyen, ato u krahasuan me orën e tokës. Dhe ajo që ata zbuluan ishte saktësisht ajo që relativiteti i përgjithshëm parashikonte. Orët që fluturuan drejt lindjes kishin humbur 159 nanosekund. Orët që fluturuan drejt perëndimit kishin fituar 153 nanosekund. Kjo nuk ishte një gabim matjeje. Kjo nuk ishte një anomali. Kjo ishte dilatacioni i kohës gravitacionale dhe kinematike në veprim. Orët që fluturuan më lart përjetuan një fushë gravitacionale më të dobët, kështu që koha e tyre kaloi më shpejt. Orët që fluturuan më shpejt përjetuan dilatacion kinematik të kohës, kështu që koha e tyre kaloi më ngadalë. Dhe efekti neto ishte saktësisht ajo që ekuacionet e Einsteinit parashikuan, me saktësi brenda margjines eksperimentale. Kjo do të thotë se çdo herë që ju fluturoni në një avion, ju po përjetoni dilatacion të kohës. Ju po plakeni më ngadalë se njerëzit në tokë. Jo me shumë, vetëm disa nanosekund për fluturim, por mjaft për të matur me orë atomike. Dhe nëse ju do të kaloni jetën tuaj duke fluturuar, ju do të ishit disa mikrosekonda më i ri se sa do të ishit nëse kishit qëndruar në tokë. Kjo nuk është fantazi shkencë, kjo është realitet i matshëm, dhe ajo na tregon se koha vërtet është relative. Ajo vërtet varet nga ku jeni dhe sa shpejt lëvizni. Por le të shkojmë në një eksperiment edhe më dramatik. Në vitin 1976, NASA lëshoi një satelit të quajtur Gravity Probe A. Ky satelit mbarte 1 orë atomike të vendosur në një raket që u ngrit në një lartësi prej 10.000 kilometra. Për 2 orë, ora në raket u krahasua me një orë identike në tokë përmes sinjaleve radio. Dhe ajo që ata zbuluan ishte se ora në raket po kalonte më shpejt se ora në tokë. Saktësisht, me shpejtësinë që relativiteti i përgjithshëm parashikonte. Diferenca ishte e vogël, vetëm disa pjesë në 10 miliard, por ajo ishte e matshme dhe e përsëritshme. Kjo eksperiment konfirmoi se koha vërtet kalon më shpejt në një fushë gravitacionale më të dobët. Dhe kjo do të thotë se nëse ju do të jetonit në majtë e një mali, ju do të plakeshit më shpejt se dikush që jeton në nivel të detit. Diferenca është e vogël, vetëm disa nanosekund për jetë, por ajo është reale dhe e matshme. Dhe kjo ka pasoja praktike. Sistemi Global Positioning System, GPS, që ju përdorni çdo ditë për të lundruar, varet nga satelita që orbitojnë 20.000 kilometra mbi tokën. Këta satelitë mbajnë orë atomike që duhet të jenë të sinkronizuara me orët në tokë me saktësi brenda disa nanosekundave. Por për shkak të dilatacionit gravitacional të kohës, orët në satelitë kalojnë më shpejt se orët në tokë, rreth 45 mikrosekonda për ditë. Dhe për shkak të dilatacionit kinematik të kohës, sepse satelitët po lvizin me shpejtësi të lartë, orët e tyre kalojnë më ngadalë se orët në tokë, rreth 7 mikrosekonda për ditë. Efekti neto është se orët në satelitë fitojnë rreth 38 mikrosekonda për ditë krahasuar me orët në tokë. Dhe nëse ky efekt nuk korrigjohet, GPS do të grumbullonte gabime me shpejtësi rreth 10 kilometra për ditë. Brenda një jave, sistemi do të ishte plotësisht i padobishëm. Kështu që çdo satelit GPS përmban software që korrigjon për dilatacionin e kohës gravitacionale dhe kinematike. Çdo herë që ju përdorni GPS për të gjetur rrugën tuaj, ju po mbështeteni në relativitetin e përgjithshëm. Ju po mbështeteni në faktin se koha është relativ, se ajo varet nga fusha gravitacionale dhe shpejtësia, dhe se këto efekte mund të llogariten me saktësi matematikore. Kjo nuk është teori abstrakte. Kjo është teknologji që funksionon sepse fizika është e saktë. Por le të kthehemi te vrimat e zeza.
Sepse ajo që këto eksperimente na tregojnë është se dilatacioni i kohës nuk është vetëm një kurreshtje teorike. Ai është një realitet i matshëm që ndikon në jetën tonë të përditshme. Dhe nëse dilatacioni i kohës është real në fushat e dobta gravitacionale që ne përjetojmë në tokë, atëherë ai duhet të jetë edhe më dramatik në fushat ekstreme gravitacionale afër vrimave të zeza. Dhe kjo është saktësisht ajo që ne vëzgojmë. Kur ne shikojmë materien që rrotullohet rreth një vrime të zezë, Ne shohim efekte që mund të shpjegohen vetëm nga dilatacioni ekstrem i kohës. Ne shohim dritë që është zhvendosur drejt të kuqes, jo sepse objekti po largohet, por sepse koha po ngadalsohet. Ne shohim orbita që përpunojnë, jo sepse ligjet e Newtonit janë të gabuara, por sepse hapësira është e përkullur dhe koha është relative. Dhe kur ne analizojmë valet gravitacionale nga bashkimet e vrimave të zeza, ne shohim sinjale që mund të shpjegohen vetëm nëse koha vërtet ngadalsohet afër horizontit. Ne shohim frekuenca që ndryshojnë në mënyra që korespondojnë saktësisht me parashikimet e relativitetit të përgjithshëm. Çdo vëzhgim, çdo matje, çdo eksperiment konfirmon të njëjtën të vërtetë. Koha nuk është absolute, ajo është relative. Dhe afër një vrime të zezë, ajo bëhet e pafundme. Por le të shkojmë edhe më tej, sepse ka një aspekt tjetër të kësaj që është edhe më i çuditshëm. Në vitin 2020, një ekip shkencëtarësh raportoi se ata kishin vëzhguar diçka të jashtëzakonshme. Një il që rrotullohet rreth vrimës së zezë në qendër të galaktikës sonë, në një orbit aq të ngushtë sa i përfundon një revolucion të plot në vetëm 11 vjet. Ky yll, i quajtur S2, kalon aq afër vrimës së zezë sa ai arrin shpejtësi deri në 3% të shpejtësisë së dritës. Dhe kur ai është në pikën më të afërt të orbitës së tij, ai përjeton dilatacion të kohës aq të fortë sa koha e tij ngadalsohet me rreth 100% krahasuar me kohën tonë në tokë. Kjo do të thotë se nëse ju mund të vendosnit 1 orë në këtë il, ajo do të kalonte me gjysmën e shpejtësisë së 1 ore në tokë. Dhe nëse ju mund të jetonit në këtë il, gjë që sigurisht nuk mund, ju do të plakeshit me gjysmën e shpejtësisë së dikujt në tokë. Dhe ne e kemi matur këtë. Duke ndjekur lëvizjen e këtij yli për më shumë se 20 vjet, ne kemi matur zhvendosjen e kuqe të dritës së tij Dhe ajo korespondon saktësisht me parashikimet e relativitetit të përgjithshëm. Ne kemi parë dilatacionin e kohës në veprim në një shkallë që është e dukshme edhe me teleskopët tanë. Kjo është dëshmia më e drejtë që ne kemi se koha vërtet ngadalsohet afër vrimave të zeza. Dhe ajo na tregon se çdo gjë që ne kemi diskutuar, rënia e përjetshme, ngrirja në horizont, relativiteti i kohës, të gjitha këto janë realitete të vërteta, jo spekulime teorike. Por le të shkojmë edhe më thellë, sepse ka një pyetje që duhet ta adresojmë. Nëse koha ngadalsohet afër vrimave të zeza, atëherë çfarë ndodh me vetë grincat që përbëjnë materien? A ngadalsohen proceset kuantike? Dhe nëse po, çfarë do të thotë kjo për ligjet e fizikës? Kjo pyetje na çon në një nga problemet më të mëdha të hapura në fizikën moderne. Si të bashkojmë relativitetin e përgjithshëm me mekanikën kuantike? Relativiteti i përgjithshëm përshkruan gravitacionin si gjeometri të hapkohës. Mekanika kuantike përshkruan grimcat si val probabiliteti. Dhe këto dy teori janë fundamentalisht të papajtueshme. Në shkallë të mëdha, yje, galaktika, vrimë të zeza, relativiteti i përgjithshëm funksionon përsosëm. Në shkallë të vogla, atome, grimca subatomike, mekanika kuantike funksionon përsosëm. Por në shkallë ku të dyja janë të rëndësishme, si në singularitetin e një vrime të zezë ose në momentin e parë të Big Bangut, asnjëra teori nuk funksionon. Ato japin parashikime të pafundme, të pakuptimta. Dhe kjo do të thotë se ne nuk e dim vërtet çfarë ndodh në singularitet. Ne nuk e dim çfarë ndodh kur koha dhe hapësira përkullen aq shumë sa gjeometria klasike prishet. Ne nuk e dim si të përshkruajmë një rajon ku edhe koha, edhe hapësira bëhen kuantike. Por ne kemi ide. Një nga idet më premtuese është teoria e vargut, një teori që përshkruan grincat jo si pika, por si vargje të vogla vibruese. Sipas teorisë së vargut, singulariteti nuk është një pikë e pafundme dënësie. Ai është një rajon ku vargjet vibrues bëhen aq të dendur sa ato krijojnë një strukturë të re, një gjeometri të re që nuk përshkruhet nga relativiteti klasik. Një ide tjetër është gravitacioni kuantik lakor,
një teori që përshkruan hapësirën jo si një vazhdimsi të lëmuar, por si një rrjet diskret i nujeve të lidhura. Sipas kësaj teorie, Nuk ka singularitet fare. Ka vetëm një rajon ku rrjeti i hapësirës bëhet aq i dendur sa ai krijon një strukturë të re, që duket si një singularitet nga larg. Këto teori janë ende në zhvillim, ato nuk janë testuar eksperimentalisht, por ato na japin një shpresë se ne mund të kuptojmë çfarë ndodh në kushtet më ekstreme që universi mund të prodhojë. Dhe kjo na kthehet te pyetja jon fillestare: sa zgjat rënia në një vrim të zezë? Ne tani e dim se kjo pyetje nuk ka një përgjigje të thjeshtë. Ajo varet nga perspektiva e vëzhguesit, nga gjeometria e hapkohës, nga mënyra se si ne përkufizojmë kohën. Por ajo që ne gjithashtu e dim është se kjo nuk është vetëm një pyetje teorike. Kjo është një pyetje që mund të testohet, të matet, të vëzhgohet. Dhe çdo vëzhgim që ne kemi bërë konfirmon të njëjtën të vërtetë. Koha është relative, hapësira është e përkulur. Dhe vrimat e zeza janë laboratorët natyror ku këto të vërteta bëhen të dukshme. Ne jemi në një moment të jashtëzakonshëm në historinë e shkencës. Për herë të parë, ne kemi teknologjinë për të vëzhguar vrimat e zeza drejt për drejt. Ne mund të dëgjojmë valet gravitacionale që ato krijojnë, ne mund të fotografojmë horizontet e tyre të ngjarjeve. Ne mund të matim dilatacionin e kohës që ato shkaktojnë. Dhe çdo vëzhgim na çon më afër një kuptimi të plotë të natyrës së kohës, të natyrës së hapësirës, të natyrës së vetë realitetit. Por ka ende shumë që ne nuk e dim. Ne nuk e dim çfarë ndodh në singularitet. Ne nuk e dim si të bashkojmë relativitetin e përgjithshëm me mekanikën kuantike. Ne nuk e dim nëse parimi holografik është i vërtet, nëse 3 dimensionet e hapësirës janë vërtet një iluzion. Këto janë pyetjet që do të përcaktojnë fizikën e shekullit 21, dhe përgjigjet do të vinë nga vëzhgimi i vrimave të zeza, nga analiza e valve gravitacionale, nga eksperimente që testojnë kufitë e teorive tona. Sepse në fund, vrimat e zeza nuk janë vetëm objekte egzotike në hapësirë. Ato janë dritare drejt natyrës më të thellë të realitetit. Ato janë vende ku ligjet e fizikës shtyhen në kufitë e tyre, ku koha bëhet e pafundme, ku hapësira përkulet në mënyra të paimagjinueshme. Dhe ajo që ato na mësojnë është kjo: universi është më i çuditshëm, më i thellë dhe më i bukur se çdo gjë që ne mund të imagjinojmë. Dhe ne jemi vetëm në fillim të kuptimit të tij. Por çfarë do të thotë kjo për ne? Çfarë do të thotë për qeniet që jetojnë larg nga vrimat e zeza, në një univers ku koha duket se rrjedh në mënyrë të qëndrueshme, ku e kaluara është fikse dhe e ardhmja e pasigurt? Le të fillojmë me një pyetje që duket e thjeshtë. Çfarë është koha për ju, tani, në këtë moment? Ndërsa dëgjoni këto fjalë, ndërsa mendja juaj përpunon informacionin, ndërsa zemra juaj rreh, çfarë është koha që po përjetoni? Ju mund të mendoni se koha është ajo që matni me orën tuaj, por ora juaj nuk mat kohën. Ajo mat një sekuencë ngjarjesh periodike. Lëkundja e një penduli, vibrimi i një kristali kuarc, tranzicioni i një atomi cezium. Këto janë ngjarje që përsëriten me rregullsi, dhe ne i përdorim ato për të përkufizuar njësi kohe. Por vetë koha, ajo përvojë subjektive e momentit që kalon, e së tashmes që bëhet e kaluar, çfarë është ajo? Kjo pyetje ka munduar filozofët për mijëra vjet. Shën Augustini në shekullin e 4 shkroi: nëse askush nuk më pyet, unë e di çfarë është koha. Por nëse dikush më pyet dhe unë dua ta shpjegoj, unë nuk e di. Kjo paradoks mbetet edhe sot. Ne të gjithë e përjetojmë kohën, por asnjëri prej nesh nuk mund ta përkufizojë atë me saktësi. Fizika moderne na tregon se koha nuk është një dimension absolut që ekziston pavarësisht nga ne. Ajo është një aspekt i gjeometrisë së hapkohës, Një mënyrë për të përshkruar marrëdhëniet shkakësore midis ngjarjeve. por kjo përshkrim nuk kap përvojën tonë subjektive të kohës, atë ndjenjë të rrjedhës, të ndryshimit, të momentit që kalon. Disa fizikan argumentojnë se kjo përvojë është një iluzion. Sipas tyre, universi është një blok 4-dimensional ku e kaluara, e tashmja dhe e ardhmja ekzistojnë të gjitha njëkohësisht. Rrjedhja e kohës që ne përjetojmë është vetëm një pasojë e mënyrës se si trurin përpunon informacionin, një iluzion i krijuar nga kufizimet e perceptimit ton.
Por të tjerë argumentojnë se rrjedhja e kohës është reale. Sipas tyre, e ardhmja nuk ekziston ende. Ajo krijohet moment pas momenti nga proceset fizike që ndodhin në univers. Koha nuk është një dimension statik që ne lvizim përmes tij, por një proces dinamik që krijon realitetin. Kush ka të drejtë? A është koha një iluzion apo një realitet? A ekziston e ardhmja tashmë, Apo krijohet ajo moment pas momenti? Fizika moderne nuk mund të përgjigjet këtyre pyetjeve. Ajo mund të përshkruaj se si koha sillet, se si ajo ngadalsohet afër masave të mëdha, se si ajo përkulet në graviteti, se si ajo lidhet me hapësirën në një strukturë të vetme hapkohore. Por ajo nuk mund të na tregojë çfarë është koha në thelb. Dhe kjo na çonte një zbulim i thellë, se ka kufij për atë që shkenca mund të na tregojë. Ka pyetje që shkenca mund t'i adresojë dhe ka pyetje që shkojnë përtej metodës shkencore. Pyetja se çfarë është koha në thelb mund të jetë një nga këto pyetje të fundit. Por le të shqyrtojmë një perspektivë tjetër. Ndoshta pyetja e gabuar është të pyesim çfarë është koha. Ndoshta pyetja e duhur është pse ne e përjetojmë kohën në mënyrën që e bëjmë. Kjo pyetje na çonte një fushë e re e shkencës që quhet termodinamika e informacionit. Sipas kësaj fushë, rrjedhja e kohës që ne përjetojmë është e lidhur ngushtë me rritjen e entropisë, me faktin se universi po lviz nga gjendje të renditura drejt gjendjes së çrregullimit. Kur ju shikoni një filshan kafe që ftohet, ju po shikoni entropinë që rritet. Energjia termike po shpërndahet nga kafeja në ajrin përreth duke krijuar një gjendje më të çrregulluar. Dhe kjo proces është i paktjeshëm. Ju nuk mund ta shihni kurrë kafen që ngrohet spontanisht duke marrë energji nga ajri. Kjo asimetri midis së kaluarës dhe së ardhmes, fakti se disa procese ndodhin në një drejtim por jo në tjetrin, është ajo që krijon shigjetën e kohës. Dhe kjo shigjete është ajo që na jep ndjenjen e rrjedhës, të ndryshimit, të momentit që kalon. Por këtu është pjesa e çuditshme. Ligjet themelore të fizikës janë simetrike në kohë. Nëse ju merrni çdo ekuacion themelor, ekuacionet e Newtonit, ekuacionet e Maxwellit, ekuacioni i Schrödingerit, ekuacionet e Einsteinit, dhe ju zëvendësoni kohën me kohën negative, ekuacionet mbeten të vlefshme. Kjo do të thotë se në nivelin themelor, fizika nuk bën dallim midis së kaluarës dhe së ardhmes. Shigjetën e kohës, fakti se ne përjetojmë kohën si duke rrjedhur nga e kaluara drejt së ardhmes, nuk vjen nga ligjet themelore të fizikës. Ajo vjen nga kushtet filjestare të universit, nga fakti se universi filloi në një gjendje të entropisë jashtëzakonisht të ulët në Big Bang. Kjo është një nga misteret më të mëdha në kozmologji. Pse universi filloi në një gjendje aq të rregulluar? Pse entropia ishte aq e ulët në fillim? Dhe çfarë do të thotë kjo për natyrën e kohës? Ne nuk e dim. Kjo është një nga pyetjet e mëdha të hapura në fizik. Por ajo që ne e dim është se pa këtë asimetri filjestare, pa këtë gjendje të ulët entropie në fillim, nuk do të kishte shigjete kohe. Nuk do të kishte dallim midis së kaluarës dhe së ardhmes. Dhe ndoshta nuk do të kishte as vetdije, sepse vetdia duket se varet nga aftësia për të dalluar të kaluarën nga e ardhmja, për të mbajtur mend të kaluarën dhe për të parashikuar të ardhmen. Kjo na çonte një lidhje e thellë midis kohës dhe vetdijes. Ndoshta arsyeja pse ne përjetojmë kohën në mënyrën që e bëjmë nuk është sepse koha rrjedh objektivisht, por sepse trurin është një sistem që përpunon informacion në një drejtim, nga e kaluara drejt së ardhmes. Çdo kujtesë që ju keni, çdo përvojë që ju mbani mend, është një gjurmë entropise që ka rritur. Kur ju krijoni një kujtesë, ju po krijoni një strukturë të re në trurin tuaj, një rrjet të ri lidhjesh neuronale. Dhe kjo strukturë është një gjendje e renditur që kërkon energji për t'u krijuar. Ajo rrit entropinë e përgjithshme të universit. Kështu që në një kuptim të thellë, kujtesa juaj, vetë identiteti juaj, është një produkt i shigjetës së kohës. Ju ekzistoni sepse entropia rritet. Ju mbani mend të kaluarën sepse entropia ishte më e ulët atëherë. Dhe ju nuk mund të mbani mend të ardhmen sepse entropia do të jetë më e lartë atëherë. Por çfarë ndodh kur entropia arrin maksimumin e saj? Çfarë ndodh kur universi arrin një gjendje të ekuilibrit termik, ku të gjitha diferencat e temperaturës janë zhdukur, ku të gjitha proceset janë dalluar? Kjo gjendje quhet vdekja termike e universit,
Dhe sipas ligjeve të termodinamikës, kjo është fati përfundimtar i çdo sistemi të mbyllur. Pas një kohe mjaft të gjatë, shumë më e gjatë se mosha aktuale e universit, të gjitha rijet do të shuan, të gjitha vrimat e zeza do të avullojnë dhe universi do të mbetet në një gjendje të ftohtë, të errët, të pajedh. Në këtë gjendje, nuk do të ketë më shigjet e kohe. Nuk do të ketë më dallim midis së kaluarës dhe së ardhmes. Entropia do të jetë maksimale dhe asgjë nuk do të ndryshojë më. Koha, në kuptimin që ne e njohim, do të ndalojë se ekzistuari. Por kjo është një ardhmë shumë e largët. Për momentin, ne jetojmë në një univers ku entropia po rritet, ku yjet po ndriçojnë, ku jeta po lulëzon. Ne jetojmë në një moment të jashtëzakonshëm në historinë kozmike, një moment kur universi është mjaft i vjetër për të krijuar strukturë komplekse, por mjaft i ri për të pasur ende energji të disponueshme. Dhe kjo na kthehet te vrimat e zeza. Sepse vrimat e zeza janë objektet me entropinë më të lartë në univers. Një vrim e zezë me masën e diellit ka më shumë entropi se i gjithë dielli. Dhe kjo do të thotë se kur materia bie në një vrim të zezë, entropia e përgjithshme e universit rritet në mënyrë dramatike. Por këtu është paradoksi. Nga perspektiva e jashtme, materia kur nuk arrin horizontin. Ajo ngrin atje, për gjithmonë. Kështu që, si mund entropia të rritet nëse procesi i rënies nuk përfundon kurrë? Përgjigjja është se entropia nuk është një pronë e objektit që bie. Ajo është një pronë e sistemit të plot, objekti plus vrim e zezë plus universi i jashtëm. Dhe nga perspektiva e këtij sistemi të plot, entropia rritet në momentin kur objekti fillon të ndërveprojë me horizontin, jo kur ai e kalon atë. Kjo na tregon diçka të thellë, se entropia, si koha, është relative. Ajo varet nga perspektiva e vëzhguesit, nga mënyra se si ju ndani sistemin në pjesë, nga informacioni që ju keni në dispozicion. Dhe kjo na çonte një ide edhe më radikale, se informacioni vetë mund të jetë më themelor se materia dhe energjia. Ndoshta universi në nivelin më themelor nuk është bërë nga grinca dhe fusha, por nga bite informacioni. Ndoshta materia dhe energjia janë vetëm mënyra të ndryshme për të organizuar informacionin. Kjo ide, e njohur si fizika e informacionit, është një nga fushat më premtuese të kërkimit modern. Dhe ajo na tregon se pyetjet që ne kemi bërë për vrimat e zeza, sa zgjat rënia, çfarë ndodh me informacionin, si lidhet koha me entropin, të gjitha këto pyetje janë të lidhura me një pyetje më të thellë. Çfarë është informacioni dhe si ai lidhet me realitetin fizik? Ne nuk e dim përgjigjen ende, por ne jemi duke bërë përparim. Çdo vëzhgim i një vrime të zezë, çdo detektim i një vale gravitacionale, çdo eksperiment që teston kufijtë e teorive tona, na çon më afër një kuptimi të plot. Dhe kjo na kthehet te pyetja me të cilën filluam. Sa zgjat rënia në një vrim të zezë? Tani ne e dim se kjo pyetje nuk ka një përgjigje të thjeshtë. Ajo varet nga perspektiva e vëzhguesit, nga mënyra se si ne përkufizojmë kohën, nga informacioni që ne kemi në dispozicion. Por më e rëndësishmja, ajo na tregon se koha vetë nuk është ajo që ne menduam se ishte. Koha nuk është një dimension absolut që ekziston pavarësisht nga ne. Ajo nuk është një lumë që rrjedh në një drejtim. Ajo nuk është një sken ku ngjarjet ndodhin. Ajo është një aspekt i gjeometrisë së hapkohës, një mënyrë për të përshkruar marrëdhëniet shkakësore midis ngjarjeve, një pasojë e rritjes së entropisë. Dhe afër një vrime të zezë, kjo natyrë relative e kohës bëhet e dukshme. Koha ngadalsohet, ajo përkulet, ajo bëhet e pafundme. Dhe në këtë pafundësi, ne shohim një të vërtet që është e vërtet kudo në univers, por që është më e lehtë për tu parë atje ku efektet janë më ekstreme. Por le të kthehemi te fillimi. Kujtoni se si filluam këtë udhtim, me një pyetje të thjeshtë për kohën, për atë që ndodh kur diçka bie në një vrim të zezë. Ne menduam se po pyesnim për një ngjarje specifike, për një proces fizik që mund të matet dhe të kuptohet. Por ajo që ne zbuluam është se kjo pyetje na çoi shumë më thellë. Ajo na çoi te natyra e kohës, te natyra e hapësirës, te natyra e vetë realitetit. Ajo na tregoi se universi është më i çuditshëm, më i thellë dhe më i bukur se çdo gjë që ne mund të kishim imagjinuar. Dhe ajo na la me pyetje të reja. Pyetje që ne ende nuk mund t'i përgjigjemi.
Pyetje që do të përcaktojnë fizikën e dekadave dhe shekujve të ardhshëm. Çfarë ndodh në singularitet? Si bashkohen relativiteti i përgjithshëm dhe mekanika kuantike? A është parimi holografik i vërtet? A janë 3 dimensionet e hapësirës një iluzion? A është koha një dimension themelor apo një fenomen emergjent? A ekziston e ardhmja tashmë apo krijohet ajo moment pas momenti? Ne nuk e dim, dhe ndoshta kjo është pjesa më e bukur e shkencës, jo përgjigjet që ne kemi gjetur, por pyetjet që ne ende po bëjmë. Sepse çdo përgjigje hap dyert për pyetje të reja, çdo zbulim zbulon mistere më të thella. Dhe ndërsa ne qëndrojmë këtu, në këtë moment, në këtë pikë të vogël blu në hapësirë, duke shikuar drejt vrimave të zeza që janë miliona vjet drite larg, ne jemi duke bërë diçka të jashtëzakonshme. Ne jemi duke përdorur mendjet tona, struktura të krijuara nga atome që njëherë ishin në brendësi të yjeve, për të kuptuar ligjet që qeverisin universin. Ne jemi materie që është bërë e vetëdijshme. Ne jemi atome që po mendojnë për veten e tyre. Ne jemi një mënyrë që universi po vëzhgon veten. Dhe kur ne shikojmë një vrim të zezë, kur ne llogarisim se sa zgjat rënia, kur ne matim dilatacionin e kohës, ne nuk jemi vetëm duke mësuar për objekte të largëta egzotike. Ne jemi duke mësuar për veten tonë. Sepse ne jemi bërë nga njëjta materie, ne ndjekim të njëjtat ligje, ne ekzistojmë në të njëjtën hapkohë. Diferenca midis nesh dhe një vrime të zezë nuk është një diferencë në natyrë, por një diferencë në shkallë. Ne jemi struktura të vogla, të brishta, të përkohshme. Vrimat e zeza janë struktura të mëdha, të fuqishme, të qëndrueshme. Por të dyja jemi manifestime të të njëjtave ligje themelore, dhe kjo na jep një perspektivë të re mbi ekzistencën tonë. Ne nuk jemi të veçuar nga universi. Ne jemi pjesë e tij. Ne jemi një mënyrë që universi po organizon veten, po krijon strukturë, po rrit kompleksitet. Çdo mendim që ju keni, çdo përvojë që ju bëni, çdo zgjedhje që ju merrni, të gjitha këto janë procese fizike që ndodhin në hapkohë, që ndjekin ligjet e fizikës, që kontribojnë në rritjen e përgjithshme të entropisë. Por kjo nuk i bën ato më pak të rëndësishme. Kjo nuk i bën ato më pak reale. Sepse në fund, realiteti nuk është diçka që ekziston jashtë nesh. Realiteti është diçka që ne jemi pjesë e tij, që ne po krijojmë me çdo moment që jetojmë. Dhe kjo është mësimi përfundimtar i vrimave të zeza. Ato na tregojnë se universi është më i madh, më i vjetër dhe më i çuditshëm se çdo gjë që ne mund të imagjinojmë. Por ato gjithashtu na tregojnë se ne jemi pjesë e këtij universi. Ne nuk jemi vëzhgues të jashtëm, ne jemi pjesëmarrës. Dhe ndërsa ne vazhdojmë të eksplorojmë më, të vëzhgojmë, të matim, të llogarisim, ndërsa ne vazhdojmë të bëjmë pyetje dhe të kërkojmë përgjigje, ne jemi duke bërë diçka që asnjë strukturë tjetër në univers nuk mund ta bëjë. Ne jemi duke kuptuar. Kjo aftësi për të kuptuar, për të parë përtej sipërfaqes së gjërave, për të zbuluar ligjet e fshehura që qeverisin realitetin, kjo është dhurata më e madhe që universi na ka dhënë. Dhe është një përgjegjësi, sepse me kuptim vjen zgjedhja. Ne mund të zgjedhim të përdorim njohuritë tona për të krijuar ose për të shkatërruar, për të ndërtuar ose për të rrëzuar, për të zgjeruar horizontet tona ose për të kufizuar ato. Dhe kjo zgjedhje është reale. Ajo nuk është e përcaktuar nga ligjet e fizikës. Ajo nuk është e shkruar në gjeometrinë e hapkohës. Ajo është e hapur, e pasigurt, e jon. Kështu që ndërsa ne qëndrojmë këtu, në këtë moment, duke menduar për vrimat e zeza dhe natyrën e kohës, le të kujtojmë se ne nuk jemi vetëm vëzhgues. Ne jemi krijues. Ne jemi duke krijuar të ardhmen me çdo zgjedhje që bëjmë, me çdo veprim që ndërmarrim, me çdo mendim që mendojmë. Dhe ndoshta kjo është përgjigja përfundimtare për pyetjen tonë. Sa zgjat rënia në një vrim të zezë? Ajo zgjat përgjithmonë, nga një perspektivë. Ajo zgjat një moment, nga një tjetër. Dhe të dyja janë të vërteta, por më e rëndësishmja është kjo. Koha që ne kemi, koha që ne përjetojmë, koha që ne jetojmë, kjo është e fundme dhe e çmuar. Ajo nuk zgjat përgjithmonë, ajo nuk përsëritet. Ajo është një dhuratë që universi na ka dhënë.
një dritare e shkurtër ku ne mund të vëzhgojmë, të kuptojmë, të krijojmë. Dhe ndërsa ne shikojmë drejt vrimave të zeza, drejt horizonteve të ngjarjeve ku koha bëhet e pafundme, le të kujtojmë se ne jemi këtu, tani, në këtë moment. Ne nuk jemi në horizont, ne nuk jemi në singularitet. Ne jemi në një vend ku koha rrjedh, ku entropia rritet, ku jeta është e mundur. Dhe kjo është një mrekulli. Jo sepse është e rrallë, ne nuk e dim sa e rrallë është, por sepse është e bukur, sepse është komplekse, sepse na jep mundësinë të bëjmë pyetje, të kërkojmë përgjigje, të kuptojmë. Kështu që ndoshta pyetja e vërtet nuk është sa zgjat rënia në një vrin të zezë. Ndoshta pyetja e vërtet është, çfarë do të bëjmë me kohën që kemi? Si do ta përdorim këtë moment të shkurtër të vetdijes, këtë dritare të vogël në historinë kozmike? A do ta përdorim për të kuptuar më shumë? A do ta përdorim për të krijuar diçka të bukur? A do ta përdorim për të zgjeruar horizontet e njohurive njerëzore? Këto janë pyetjet që fizika nuk mund t'i përgjigjet. Këto janë pyetjet që secili prej nesh duhet t'i përgjigjet për veten. Por ajo që fizika mund të na tregojë është kjo: universi është i hapur. E ardhmja nuk është e shkruar. Koha nuk është absolute. Dhe ne jemi pjesë e diçkaje shumë më të madhe se veten tonë. Ne jemi pjesë e një universi që ka ekzistuar për 14 miliard vjet, që përmban qindra miliarda galaktika që do të vazhdojë për triliona vjet të tjera. Ne jemi pjesë e një historie kozmike që filloi me Big Bang dhe që do të përfundojë, ndoshta, me vdekjen termike. Por në këtë moment, në këtë pikë të vogël të historisë kozmike, ne jemi këtu. Ne jemi të gjallë, ne jemi të vetëdijshëm, dhe ne jemi duke bërë pyetje. Dhe ndoshta kjo është gjëja më e jashtëzakonshme që universi ka prodhuar. Jo vrimat e zeza me masat e tyre të jashtëzakonshme, jo galaktikat me trilionat e tyre yje, por qeniet e vogla në një planet të vogël që mund të shikojnë drejt qiejlit dhe të pyesin: pse? Pse ekziston universi? Pse ka ligje fizike? Pse ka kohë? Pse ka vetëdije? Ne nuk e dim. Dhe ndoshta, ne nuk do ta dim kurrë. Por fakti që ne mund të bëjmë këto pyetje, fakti që ne mund të kërkojmë përgjigje, fakti që ne mund të kuptojmë edhe një pjesë të vogël të së vërtetës, kjo është diçka e jashtëzakonshme. Kështu që ndërsa ne përfundojmë këtë udhtim përmes vrimave të zeza dhe natyrës së kohës, le të mbajmë mend se ne nuk jemi vetëm duke mësuar për universin. Ne jemi duke mësuar për veten tonë. Sepse ne jemi universi që po bëhet i vetëdijshëm për veten. Dhe kjo është një mrekulli që asnjë ekuacion nuk mund ta kapë plotësisht, që asnjë teori nuk mund ta shpjegojë plotësisht. Kjo është misteria përfundimtare. Jo se si funksionon universi, por pse ne mund ta kuptojmë atë. Ndoshta përgjigja është se universi është i projektuar për të kuptuar. Ndoshta ligjet e fizikës janë të tilla që ato lejojnë strukturat komplekse, jetën, vetëdijen, kuptimin. Ndoshta ne nuk jemi një aksident, por një pasojë e pashmangshme e ligjeve themelore. Ose ndoshta ne jemi një aksident, një fluks i rastësishëm në një univers që nuk ka qëllim, që nuk ka kuptim, që thjesht ekziston. Dhe nëse kjo është e vërtet, atëherë fakti që ne mund të krijojmë kuptim, që ne mund të gjejmë bukuri, që ne mund të kuptojmë, kjo është edhe më e jashtëzakonshme. Sepse kjo do të thotë se ne jemi duke krijuar diçka që nuk ekzistonte më parë. Ne jemi duke sjellë kuptim në një univers që nuk kishte asnjë. Ne jemi duke ndriçuar errësirën me dritën e kuptimit, dhe ndoshta kjo është arsyeja pse ne jemi këtu. Jo për të gjetur përgjigje të gatshme, por për të bërë pyetje. Jo për të zbuluar një të vërtet absolute, por për të krijuar kuptim nga kaosi. Jo për të arritur një destinacion final, por për të vazhduar udhtimin. Sepse në fund, rënia në një vrin të zezë nuk është vetëm një proces fizik. Ajo është një metaforë për vetë ekzistencën. Ne të gjithë jemi duke rënë përmes kohës, duke lëvizur nga e kaluara drejt së ardhmes, duke u afruar gjithnjë më shumë me fundin ton të pashmangshëm. Por nga perspektiva jon, kjo rënje nuk është një tragjedi, ajo është një mundësi. Ajo është një shans për të përjetuar, për të kuptuar, për të krijuar. Ajo është një dhuratë që universi na ka dhënë. Një moment i shkurtër i vetëdijes në një univers të pafundëm.
Dhe ndërsa ne vazhdojmë të rënim, le të mbajmë syt hapur, le të vazhdojmë të bëjmë pyetje, le të vazhdojmë të kërkojmë përgjigje. Sepse në këtë kërkim, në këtë udhtim, në këtë rënje të përjetshme përmes kohës, këtu është ku ne gjejmë kuptimin, jo në destinacion, por në udhtim, jo në përgjigje, por në pyetje, jo në sigurinë e dijes absolute, por në mrekullisë së zbulimit. Dhe ndoshta kjo është mësimi përfundimtar i vrimave të zeza, se universi është më i madh se ne, më i vjetër se ne, më i çuditshëm se çdo gjë që ne mund të imagjinojmë, por ne jemi pjesë e tij. Dhe kjo pjesëmarrje, kjo aftësi për të kuptuar, për të krijuar, për të dashur, kjo është gjëja më e çmuar që ekziston. Kështu që ndërsa ju vazhdoni jetën tuaj, ndërsa ju përjetoni kohën që kalon, ndërsa ju bëni zgjedhjet që përcaktojnë të ardhmen tuaj, kujtoni se ju jeni pjesë e diçkaje të jashtëzakonshme. Ju jeni një mënyrë që universi po vëzgon veten. Ju jeni një moment i vetëdijes në një univers të pafundëm. Dhe kjo është një mrekulli që asnjë vrim e zezë, asnjë singularitet, asnjë pafundësi nuk mund ta zhduk. Sepse edhe nëse koha është relative, edhe nëse e ardhmja është e pasigurt, edhe nëse ne jemi vetëm një fluks i përkohshëm në një univers që do të vazhdojë shumë pas nesh, ne jemi këtu tani. Dhe tani është e vetmja kohë që ka rëndësi.